Si be. Shumë niski podcast. Po dalë të dëgjojmë shik tekstin. Ai të kapin duart gjithë bashkë, ai të kapi duart. E nea, ju, grupi, kapi gjithë. Ja, dalë ta dëgjojmë, mos bëhemi se ndoshta s'na pëlqen. Ma merr 1% e ti. Stop, dalë. Ka shumë mjafton. E morëm me sens. Mos na kap me copyright ti me këtë këngën tonë. Nuk e di. Të them të drejtën. Nuk e kontrolloj. Përshëndetje miq, mirë se erdhën në podcast të radhës. Kam nderin dhe kënaqësinë sot të kemi një mikesh simpatike mes nesh, se jemi vetëm burra në këtë podcast, vëlla, miq, edhe Gjeni vëlla që e kemi ulë botë e mbajmë mbrapa kuintave plak na vi turp, domethënë. Nilsa është sot e ftuar në këtë podcast. Përshëndetje Nilsa, si jeni, si e kalon? Mirë. Këto klasiket. Ai bën që arritet. Miq e mirë se erdhët, mos harroni këtë javë sive do ndjek një taktik tjetër. Se kam të gjërat YouTube-eske që duhet i them në fillim, se e bëj unë këtë punë Kemi një taktik që duhet të Miq, mos bëni subscribe, mos bëni donate, mos bëni asgjë, se na keni çat trapin. Se vllate komentet tani vloj komenti këtë javë si bën na goditën. Po që nxirrni podcaste shumë rrallë, ç'a bëni kështu e duam. Po se rrallë kemi nxjerrë. Po mirë, tani kemi edhe punë, valla, me çati pagojmë faturat. Mirë, dakor. Prandaj kemi marrë Nilsën sot që kemi marrë Nilsën valla, të marrim në një views. Na japin. Se jemi grop fare. E nea përshëndetje. Përshëndetje. I ku do ndodhur e ne, i ku do gjendur e ne. Po jam shumë hype se kam paca piktura, se tani nga që e kam mike Nean edhe i shoh para se të shikoj publiku pikturat e Neas. Do të hapim me pikturat e Neas, le mos flasim për Nilsën atë. Po dalë më të s'ma lëni të bëjmë intro valla. Keni moderatorin më të mirë në Shqipëri në këtë studio dhe nuk e shfrytëzoni valla, nuk e kuptoj domethënë. Dakor. Ignorant. Nije përshëndetje, si jeni, si e kaluat? Përshëndetje, si kaluat? Domethënë Nilsa ta kuptosh, këta janë personazhe kryesorë, ta tjerë janë dytësorë gjithë, domethënë. Të tjerët kush japim ne? Po Natalia, përshëndetje. Natalia. Dhe Mr. X që është sot i veshur dhe me një këmish ekstravagante do thoja. E ne nxjerr këtu atë këmishën. Po, një foto të lutem francezët, ta nxjerrim atë. O Nilsa, ç'a bëhet si e? Pse ja thash emrin Mr. X? Po. E the Francesco sa. Direkt që në fillim. E ne nisën e parë, Tani të përqendrohemi te personazhi që kemi sot. Kaloj gjysmore. Nilsa mish e mi është një personazh shumë i dashur. Tash do themi që kënga që sapo dëgjuam ishte e Nilsës. Që sapo dëgjuam regjisore. O Nilsa, po ç'a bëhet? Po si shmarrën atë me muzikën? Na më fol pak për veten tënde. Si edhe nga vjen? Na fol për marrëdhënien tënde me muzikën. Nga t'ja nis. Po ç'a do të dish specifikisht? Jo, për muzikën, si është kjo puna me muzikën? Se unë të them të drejtën, herë e parë që kam dëgjuar për ty, kam dëgjuar ajo vajza aty, na Gjeni, dhe mbaj mend që ke qenë në kulmin tënd që bëje dublimet. Domethënë bëje E kuptova. Tani që pra ke fundin. Mor juridikën i mbaroj gjithë për vllajën të podcastit. Ç'a jeni kështu më? Vlla, kjo është moderatori më i mirë. Moderatori më i mirë në Shqipëri. Domethënë, për te i gjithë jetës që ti bën, punës, rritjes së dy bebave që ke, Qenin dhe Macës, që i përshëndesim kudo që të jenë. Puna me muzikën si është? Kompozon si më fol pak. Po të le ty këtë. Se dia asun nga t'ja nis. Tash për momentin puna me muzikën nuk është fare mirë, se kam shumë kohë që nuk kam nxjerr asnjë gjë, absolutisht asnjë lloj punimi timin personal. Por kur kam pasur mundësinë, po, nuk mund të them që kompozoj, nuk mund të them që jam Po kush ti ka bërë ato këngët që keni këtu për shkak? Të gjitha kam bashkëpunuar me Tool Production. Me Brizin. Brizin. E përshëndesim Brizin valla, super djalë Brizi. Brizi Supernova. Por e di. E mbarmën? Por. Brizi është shumë i talentuar dhe është besoj që ka qenë i vetmi njerëz që me vërtet ka kuptuar atë çka un kam dashur të nxjerr apo i ka thënë njëri në fillim që dua diçka kështu, pastaj ai ka gjetur atë apo po varet, ka pas raste që kemi gjetur bashkë, që kemi ndar mendimet, po prandaj nuk po thoya që nuk mund të them që i kam bërë unë, në fakt prodhimet i ka bërë Brizi, po dhe unë nga që unë nuk të duhet ta them, nuk i njoh notat.
fare. Se mendon ti se ne këtu I njohim. Tallësh ti. E po mirë atë, jemi tanë. Nuk I njoh edhe më është dashur gjithmonë që t'ja them gjërat shumë me nana. Futa një Po mirë, ka kuptuar. Ideja parësore e këngës është e jote, domethënë ti Përgjithsisht po, përgjithsisht kam shkuar me një ide, kam shkuar me çka kam dashur të bëj, me si jam ndier në ato momente dhe kaq. Po ti këtë punën e muzikës nga si pse Nuk mendoj që ka pasur në një pikë që unë e mbaj mend që në këtë pikë kam filluar ta dua muzikën, se gjithmonë e kam dashur, që kur kam qenë e vogël më bënin kështu si kur fikeshin dritat në shtëpi, më nxjerrin. Hajde na këndoni. Jo, mos u tall, kështu ka qenë. fol që ka anglisht na këndo. Kështu ishte më. Po shiko, si be, kam një gjë të them tani. Kjo Dhe më fal, kur vinin dritat pastaj gjithë. Pusho. vazhdojmë jepë. Gjithë glorifikimi. Hapet e të vëklani, shohim opinionin. Ndizeshin dritat për shuaj egoja ime. Po shiko, ka Besimi. një gjë të bukur kjo primitiviteti I të krijuarit muzikë kur s'njeh notat, se ka një gjë shumë të sinqertë, se për shembull, Ishte ndjer. dhe ky Besi, dhe ky si njeh notat për shembull. Unë daulle si bie, normal që si një. Po mirë mos si njeh, po domethënë si njeh notat, po njeh muzikën. E ndjen patjetër, po që domethënë më I shkolluari na ne te muzika besoj se është e nea deri diku se Jo, unë I është bi Beni. bas. Kush? Nga ne këtu po. Nga ne këtu, Këtu, nga ne Unë kam bërë prezent. një kurs. Kaq. Këtu ne I futu këtë kursi vëlla. Por e di ç'po mendoja një ditë, Më thuaj miku. se unë mendoj herë pas here. Domethënë, kjo punë e këngëtarëve sidomos. Është një çike e detyruar nga fakti që ke zë. Domethënë ti që kur je fëmijë, kur të thon këndoze I këndritas, domethënë fakti që e di që ke zë, Nuk e mendoj se unë nuk mendoj që unë kam aq zë. e po prap shiko, në të thellën tënde prap e di kur ke zë, sikur të shtyn vetë fakti që ke zë të merresh. Ka një njeri për shembull që e di që ka zë dhe thotë mos se unë s'dua të merrem me këngën. Po kam përshtypjen çfarë do lloj pasioni që ne ndjekim nis nga një aftësi që ti e ke në fillim, domethënë. Je një çik si I detyruar. Identifikon një gjë që mund ta bësh, kam përshtypjen që edhe pasioni pastaj e zhvillon rreth asaj. O Nilsa, po kur ka qenë momenti që e mendove që dua të bëj një këngë, domethënë ajo iniciativë e parë që pata një moment. Gjithmonë e kam pasur. E ke pas në Kam atë pasur si ndjesi që në fakt dua të Që pate të mendje merrem me- madhësinë, për të menduar që shko se unë do bëj këngë time. Mund të ta bëj. Gjithmonë e kam pasur qef, nuk kam pasur asnjë moment që në kod nga hiçi kam thënë tani do merrem me muzikë apo dua të bëj një këngë se nga që u futa te përputhen. Që ta do tregu, të kërkon publiku. Gjithmonë e kam dashur, po e kam bërë momentin kur kam pasur mundësinë se deri vonë nuk kam qenë e fokusuar te shkolla. Çfarë shkolle ka mbaruar Nilsa? O zot. Komentoni, miq Mund komentoni. ta na shkalosh të pyetje dhe vazhdojmë miq komentoni, bëni subscribe, mos harroni na ndiqni. Gjeni shkollën e Nilës. Kemi thënë Nilsa. Gjeni. Kush e gjen ka 1200 lekë valla. Sa radhë? Nilsa, ti si e fillove karrierën tënde në këtë botën që ti del në rrugë besoj tani të njohin Shumë. A mos e të njohin tani, mos bë kot tani se ne s'na njeh as nëna jonë onda tani. Ne te ky podcast jemi shumë Ti underground. është në mohon, jo se s'na njeh. Po ma, e ka për maman e vet. Cili ka qenë momenti që e kuptove që njerëzit fillonin të njihnin Nilsën në rrugë, domethënë të ndalonin, thonin shiko se po të ndjek në TikTok, në rrjetet sociale, të kam shumë qef, ku diun në një koment tjetër që Me TikTok-un në fakt ka ndodhur kjo. Ka pasur dhe më përpara se un kam qenë në The Voice, kam qenë një çik aktive, kam bërë live. ke qenë te The Voice? Po, Çfarë vitesh po flas? 2014. Shumë vite. 2014. Shumë vite, atëherë 10 vite. 30 vjeç. Ka fituar Saidoni. Jo, me të mentor ke qenë ti. Un kam qenë në fillim. Në fillim kam qenë me Elsën e pastaj kalova me Elsa Lila. Dhe pastaj kalova me pse harrova emrin. Alma Bektashin. Jo, s'ka qenë ai vit. Ishte Alma. Patër ishte Elton Deda. Jo, Gentin. Me Genit Sute Babulja, me Po, faleminderit. Me Genën.
Gencin se për Gensaliu. Saliu. Lart të Gensaliu. Shumë artistik. Genci. Qeni këta me Ilsin dhe pastaj me Gencin. Shiko, një gjë është e sigurt, më shumë njohin ty shqiptarët se sa Gensaliu, ç'është e vërteta. Jo, se e Jo, njohin. mos është, jo, është underground Rangu i Genci. artistëve njohin gjithë, po. Shikoj, tash më çmë Sa ka Genci është artist, edhe pse unë Jo, jo. minuta sharrova. Është artisti jo i shoh të emri. Shikoj, jo, duhet të them një gjë, që të dy edhe Elsa edhe Genci, se po ndjem si fajtash. Janë shumë të Po nuk mirë. e shohin në podcast, po se vrap mendem. Di, po unë dua ta hiq nga ndërgjegja ime, se më po më bren. Në fakt kanë qenë shumë të mirë të dy, se unë praktikisht e humba një battle, pata battle me një vajzë tjetër, me Po zhytja Mira, ishte Mira. Jo, më nësë është e njohur, është nga Kosova. Nga Kosova, Flaka Po, Krelani. Ua si ka. Me Tajna. Shiko, mund të hapësh telefonin. do ta Shiko, gjej. sa ta gjesh ti të bëj çik reklamë. Po, bëj Reklam për çfarë? Ta gjej për zonë. Për albumin ton të Morgut o vlla. Miq mos harroni se javën e kaluar nuk e vura linkun, harrova sa ta gjej Nilsa këtë, po bëj reklamë. Albina Kelmendi. Albina Kelmendi. Kush Albina Kelmendi? Ajo është Shiko, ata na përfaqësuan Eurovision familjarisht. Familja Kelmendi. Albina është një pjesëtare e familjes. Albina Kelmendi dhe familja Kelmendi. E ka emrin familja Kelmendi. Po, prezantimin tim mbaroj. Po, Nilsa çfarë vendi dole te Unë dola nga fundi. Po da se e humba një betejë thotë edhe pastaj Unë një betejë dhe isha me Elsën dhe Por jo luftën. aq të mirë se kishte mundësi që një prej tyre ta zgjidhin ta kalonin te dikush tjetër dhe unë isha ajo, pa ta fatin. Dhe kalova nga Genci dhe pastaj u skualifikova. ndikimi i Gencit sa shpejt la kjo. Shiko Ai Genci. është shumë mirë. Plak. Cute Babulja që ka qenë Gensaliu Po. pjesëtar, janë një nga bandat të veçantë janë shumë. është shumë të veçantë plak. Nuk ka band shqiptare si Cute Babulja, se thash Gensaliu. Domethënë janë unik në llojin e Po, vet. po. Janë një neo jazz tani se unë jam mbreti i muzikës, po nuk i gjej dot zhanra tamam, po është një neo jazz, gypsy jazz, nuk di çfarë ta quaj, po është një muzikë shumë e veçantë, plak. Nuk Po, kanë tash bërë shqiptar unë- tjerë. Nuk e di kush më ka thënë këtë, po më kanë thënë që këta trajnerët çka quheshin, s'merreshin fare me këta, me ju apo merreshin. E kundër, domethënë tash ato s'rrinin, flinin me Tash ne. 24 orë. Po kur ne bënim prova, në fakt të rinin aty, investoheshin, unë kam pasur eksperiencë shumë mirë. Në fakt se kam dëgjuar që përgjithsisht eksperjenca në televizion është e keqe. Ashtu është zakonisht, po. Ka qenë, për mua ka qenë komplet e Po jo, më kundërta. konsultesh Big Brother, nuk vetë edhe Voice. Jo, më jo, edhe në këto, kështu thonë që Se i tani braktisnin po, këta. shumë. Përgjithsisht kam dëgjuar eksperienca jo të këqija, po jo të mira. Po jo, aty ka qenë një ndër gjërat që e mbaj mend kështu, e mbaj pranë zemrës. Po atë periudhë që ishte edhe Voice, merresh me rrjetet sociale, ishte Nilsa që e njohin. Në një foto. Jo, shumë më vonë, pastaj unë në 2020 fillova të merresha me rrjetet sociale. Në kohën e pandemisë. Po. Sinema. Atëherë u bë Nilsa. Se Shiko, një moment arriti u bë fenomen valla, se unë e mbaj mend që Por Shiko, se unë s'jam shumë pjesëtar i TikTokut, s'kam qenë asnjëherë më sakt, po mbaj mend që një periudhë, domethënë ke pas sa perla, valla, domethënë sidomos me dublimet plak, ke qenë zjarr fare, po nuk e di Unë nuk e domethënë. di nëse mund të quhen dublime, fakt se dublime Po, është ç'a kur ti quhet, vë zërin tënd, unë bëj këtë kundërt. lipsinqe. Lipsin. Po pra, po, shiko, i bën në një mënyrë që asnjëna ne këtu degeneruar nuk i bën dot, domethënë Nuk do ndonjë aftësi goxha të madhe, thjesht Po pse mos do aftësi të madhe? Pse si jemi ne Nilsa? Që aty ka një çik aftësi aktrimi në fakt, më shumë. po jo ndonjë kush e di. Po ti, domethënë ri i mëson një herë pastaj apo thjesht i kap direkt edhe. Jo, ka pasur ca fakt që kanë qenë shumë vështira, më dashur edhe 2, 3 ose edhe 4 orë derisa ti mësoja përmend. Po. Po, pastaj. Ato me kosin. Po, ato kanë qenë realisht gjithë pas ditën kanë qenë shumë, domethënë nuk e di pse kam humbur. Po, ndërkohë që njerëzit vdisnin. Po, mirë, një pyetje, për shembull ti që investohesh e 4 orë ti për shembull te ajo me kosin. Po. Ça fitoje ti aty? Po gallato. Ço do bëni rikot? Po mirë, një Pandemia. Po pra, po. Çfarë do bëj? një lloj përfitimi qoftë edhe ku diun Shko. reward
Unë në fakt nisa t'i bëja këto me idenë që do promovoja muzikën. Se me këtë e nise, vërtet? Me këtë qëllim e nisa. Se tash hajt po bëja 2-3 gjëra, 2-3 video, kështu, po marr ca shikime në fillim, pra nëse të tjerët shkojnë në përputhje. Të paska ardhë oferta më duket. Thuaj, foli të këtë podcast. Foli, jo, po të përputhem. Nisa, të lutem. Më falë, që të mendosh? Jo, as më kalojnë ndërmend, po thjesht pata një shkëndiz. Ja, absolutisht. Po, kjo ishte qëllimi që të merja ca views, të më rritë një çik Riçi etj, po ngela aty praktikisht. Ja, ma se po ka qenë një gjë që me vërtet kam shijuar, nuk e kam bërë asnjëherë për hir të paktën kishte qëllimin në fillim që hajt po bëj, po pastaj e harrova komplet qëllimin dhe po shijoja atë gjën që po merja nga... Po, se besoj dhe komentet dhe si bie, do më thënë, përgjigja e njerëzve që e ndiqnin, besoj të ka motivuar pak që shiko se ti po më ndikon në këtë, se ka qenë periudhë pak e keqe për gjithë. Domethënë siç kemi edhe në podcastin gjatë 3 veta që na shkruani. Shikova se më lajt dashur dhe ju keni qenë ngushëllimi vetëm, domethënë unë i kam. Po se çfarë thoshit ju që ngushëllonit atë? Po jo, më thjesht shkonim në shtrat me atë. Po ti mos i thuaj gjithë apo tani çfarë me Nilsën këtu me ata. Po shiko kur bën kështu humor ose që është sikur e hap një çik veten më shumë se ti je serioz në rrjetë apo në kështu. Po. Do më ke patur kështu raste nga ata që të sikur e teprojnë një çik me se nga që bën humor ti edhe mua kanë një çik. Të flasin një çik kështu si sigur kanë konfidencë. Po, kam pas raste, jo ndonjë gjë kush e di se shumë pak raste. Që nga shumë. Okej. Çikam ajo Adheri që ka plus 99 plak më duket. Ndonjëherë është kjo, sikur mendojnë që ti ashtu gjithmonë, ndërkohë. Po si je në jetën në vërtetë? E ke këtë se unë kur të takova për herë të parë them Deza, unë jam çik njeri i sinqert vëllai, them pak së prisja fare gjë që ka. E ke këtë problem ti që je shumë i sinqert. O vëlla, unë kur kam taku te komedia që takova nisën, ua sa super tip, vëlla, thash çka ka cool fare ky si tip. Se unë mendoja që këta njerëzit që janë në TikTok them drejtën, kam i paragjykim timin që nëse nuk është vetëm në TikTok. O vëlla, më lër të gaboj. Do gjykojmë një ditë për këtë. Gabo. Dhe kur takova blaq ishte super tip, shumë, se kujtoj se do isha më ndrojtur, më mbyllur në vetë. Më pak, do isha më poete, do pije një gotë verë dhe një cigare këto, kupton. Po që domethënë je komplet e kundërta e asaj çfarë imagjinoj unë në kokën time. Po ishe ti gabimo. A them le gaboj. Çado. Po si është këtë pjesën e humorit, e ke edhe në jetën e përditshme, domethënë në shoqërinë tënde për shkak me njerëzit që ti del, që shkon udhëtime, a je prap ti ai personi siç jam unë me këta? Jo, nuk jam ajo që më bën kështu për të kënduar. Se për bërë humor. Jo më. Nuk më ta lejoj. Jo, mëse jemi gjithë grupë, kështu që bëjmë gallata. Jo, ai sa unë. Jeni për çet. Jo, ai sa unë bëj më shumë. Jo, jemi patjetër që nuk jam po aq gazmore. Që fjalët. Po jo, çesharake. Se po e mendoj një ditë që për shembull, iki në një vend jashtë, jam në një aeroport dhe më vjen njëri, edhe më thonë një batutë në podcasti, po që unë jam në atë fazën që o plak duhet kap fluturimin, olla, nuk është se jam të... Sa lartë e qove ty. Po pse e qova lartë, olla, pse më po kap një avion. Ngele duket kapur nëpër aeroport. Për të business klasi. Po pse më se isha në Azerbajxhan më plera, pse bëni kështu olla? Nuk nxjerr dot. Në momentin të flas nxjerrë drejtën tuaj. Isha në Azerbajxhan shqiptar. Edhe e kapnin të gjithë, thoshin hajde këtu. Po pse më olla? Ore shiko se është ai momenti që në tyre gjithmonë. Shikoni tani, është ai momenti që njerëzit që e ndjekin podcastin më shumë se njerëzit që ndjekin ty të bëjnë një batutë që është përtej konfidencave që kemë njëri pa njohur, se s'mund të më thotë më tani njëri ku diun në një batutë që ka thënë ne. Edhe më vjen në sikletë olla, domethënë, okej, çfarë të them unë tani në këtë moment? Po, është në sikletë në fakt. Kam në sikletë edhe kur më thon për shkakun që je shumë e mirë. Mua normalisht të bëhet qefi, se po thot një njerëz që të kam qef të ndjek. Po s'di çfarë ti thua. Po më s'ma thon dot. Po se si.
Nuk është se Këto ndjesie njerëzve. Të lutem, kaloj çik Mr. X-it. Çfarë kishte Mr. X për të thënë? Është aq i mirë. Ata se dim. Faleminderit Mr. X. është zilia. Faleminderit. Shiko, shok normal do të Të kalojmë në ca tema që askujt nuk i interesojnë, po që jam unë moderator i këtij podcasti dhe do kalojmë isha në Azerbajxhan. Po, okay. Dhe kam për të sjellë një lajm ekskluziv. Unë Ilsa, u vajta në Azerbajxhan dhe çfarë zbulova. Përveç se ishte super shtet i bukur, në Azerbajxhan do të pa taks. Je gati të trondis botën. Po. E nea bëu gati ti të googlosh të sjellësh faktet e tua në Na Azerbajxhan. nxirr këtu. Po. S'kemi internet, se kemi pagu. Po ja pra ju që na çajni për subscribe dhe për donet. Bëni në i donet tani, ç'është ky muhabet tani. S'kemi as internet, s'kemi as buk të ama, dhe jemi keq fare. Po, sa pa je këtu në Azerbajxhan. Jam lyps fare valla, nuk e kam kaluar. Në Azerbajxhan vajta në një fshat që quhej Kish. Kish. Fshati Kish? Po, Kish. Se vajta dhe një oktavë më sipër. Fshati Kish kishte një kish. Çudi. Që kjo kish ishte ndërtuar nga shqiptarët Albanian, Kaukazian Albanian. Dhe kjo guida. Çfarë do të thënë Kaukazian Albanian? Ja ta të shpjegon Lali jo tani. Se dorën u bë racist dire. Shqiptar që. Po pra se shqiptarët janë kudo. E nea kape të zoomoj këtu, edhe me Nilsën këtu në mes. Ideja ishte që në shekullin e parë, kjo kisha nisi të ndërtoj dhe guida po më thoshe që këta shqiptarët Albanian Kaukazian, se nuk po them, nuk e kam të vërtetuar të, po edhe, domethënë unë po ndez zjarrin e një teorie tani, ju po edhe një hipotezë. Po pra, se jam historian, nuk jam historian. Ore hidhe. Guida lokale aty më tha që këta Albanian Kaukazian që erdhën në shekullin e parë në Azerbajxhan, flisin një gjuhë jo slave, edhe jo azerbaxhanase, jo turke, jo ruse. Shqip. Të tipit latine. Edhe Shqip ishin pse kristian. Më kupton? Edhe kisha që ishte aty o plak, ishte ngjashme me kisha që janë në veri të Shqipërisë. Në veri si kullat në thetho vlla, me atë kullën, me atë rumbullakën. Ajo fotoja që më tregove ti ishte shumë si kish tipike paleokristiane, bylengjante dhe kështu. Kush janë tipike paleokristiane? Ka një në Korçë nga ato. Po ata janë ortodokse, janë katolike. Po jo ortodokse, Jo. ortodokse janë më vonë o plak. Ortodokse janë, ne në shekullin, kur i kemi këto të parat e katedralet e para ortodoksisë. Kemi qenë fillim jo ortodokse, ne kemi që kur ka qenë një kish pa ndarje. Ja pse ka kështu lloj informacioni. Po e ne është që ditë. Po Njeriu këta shqiptarët po i themi të Kaukazit, Po, në thonjza. nuk është se janë shqiptarë tamam. Po dale tani pra ja se Ja, më fal ti ke gjithë të njëri dhe punon këtu. Punon. As nuk më e lek. ai e blek, po tallesh ti. Se ku shkojnë donacion. O nea, ideja ishte që guida lokale aty më tha mua që këta njerëzit që erdhën atëherë ishin shumë të Po ndryshëm. nga janë kur janë nga Shqipëria. Janë shqiptarë. Shiko, se këta janë shekullin e parë. Shqiptarët këtu në shekullin e parë nuk quheshin shqiptar. Njerëzit këtu, banorët, nuk shqiptar Albanian Po. nuk ekzistonte si term këtu. Ne nuk ishte Në fjala. shekullin e parë kjo fjalën. Shekullin e parë, Po dhe këta sa shkuan kishën direkt, po. vitet Bëjo një shtëpi. 100. Po Po pse o plak? ja i kërkon gjë aty në internet apo s'kishte. Jo më është që ditur. Është i lexuar. Pyete një gjë. Jo, Ore, do i të di testoj, vetëm pyete. thë. Sa më dolën ruazat e Kam, bardha. kam Neuralink. Ua plak sa më dolën në vazat e parë nuk e prisja asnjë në jetë si pyetje valla. Po, Unë 1600. E hap se di. O ne tani ti olla që je i gjithë ditur dhe gjysmë historian. Dhe i ku do ndodhur. Edhe i ku do ndodhur. Ore, a ka mundsi që këto Natali ç'kemi, çfarë po bën aty në telefon? A ka mundsi që këta të kenë qenë iliro valla? A ka mundsi që këta të kenë ikna? Me thoni dhe ne qeshim banka fundit. Ë? Ka mundsi të kenë qenë shqiptar vërtet? Tani ç'ës ndodh më, po mund të jemi dhe ne nga këta. Domethënë këtu du me dalun. Që ata mund të jenë para nesh. Se kisha mendu këtë. Se s'mendoj njëri Mund të para jemi ne shqiptar. Azerbajxhana. Shiko tani çaj kishin. Shiko se e kishin shprehën këta të sije. Dale ta them unë. Mirë që keni ja.
Mirë, ç'keni ja? Ta, shqiptarët Shqiptarët e Kaukazit. O, ndija Tani ma deshifroni ju. Mirë ç'kemi, çka ke bërë? Po, pra. E pra, Po ta kthesh me tateza. Por e ndija ky. Sa doja është bërë gjithmonë. kjo ishte ajo. Okej, goc. Ishte kujt lokale. Dhe Kujt lo- përdori termin Albanian Caucasian. Jo, ashtu quhen këta. Albanian, jo Albanian, Albanian Caucasian. Po pra, po Në fshatin Kish. Pse rime dhe themin e jo janë si janë shqiptar. Ata e thonë veç janë shqiptar. Jo, tani ke edhe shtet në Amerikë që quhet Albani, po nuk ka lidhje me ne. Po dhe Skocia Albania ka pasur Po. emrin. Po. Albanian, Kaukazia, nuk e di, ai e thotë Ka të bëj me Albanian. Po mi më një pyetje kam Shqiponën, për ka të ju. bëj me ngjyrën e bardhë, ka shumë Po pra, se ka ca Albanian, fjalë Ore ca mos bëni gjëra. dy fronte ju themi në podcast, u themi në kafe. Dale ti. S'u shpendën ta. Albani po, Albani ka. Një gjë të lutem. Kaukazian. Po? Fshati quhet Kish. Kish. Tashi. Po pra, po mund të jetë gjua atyre që kemi marrë ne. Si e kemi marrë ne më? Azerbaxhani. Po pse e mori Azerbajxhanin nga ne? përgjithsisht Sepse ne shkuam atje pra. Po mund jo, përgjithsisht më pranohet. nuk kanë ardhur ata nga- Si nga një shteti i tërë Po pse ata Jo, ishte po ne tërë- s'kemi qenë tamam shtet. Po mirë pra, okay, një popullsi e Kishte Kemi një qenë fshat, shtete. ishte një fshat që Zakonisht, e kisha. Pranohet koncepti që gjërat kanë ardhur nga lindja në perëndim në aspektet e fesë, gjuhës, Tak, nuk kemi ardhur në gjithave. Azerbaxhanin ne tani. Jemi Nuk para Ku ka ti ndodh, nuk para ka ndodh që lëvizja bëhet nga perëndimi në lindje, flas Europa, Ballkanit, shkoj t'imponoj kulturë nga lindja ose fe ose ku diun. Vjen përgjithsisht nga drejtën e lindja ava, në Po, po, perëndim. me rryma ishte po. Po mirë, ne ka një mundësi që ta shqiptarët e Kaukazit sa po E po mjaft është shqiptar ka. Sa thotë ti nisa nga e ke ti nga e ke origjinën. Unë jam nga Policani, Skapari. Skrapari O, kemi raki. njerëz të mirë. Duhet të vijem në një gjë tjetër me verë, për shkakun që në Po Skapar kemi nuk dhe ka. verë bardh. Kemi dhe verë. Raki kemi vetë. Po Kemi ke dhe verë. Nuk e lufton dot. Shiko ke Policani. njerëz akoma apo thjesht Po, më kam pasur gjyshit Jo, atëherë. jo, unë jam rritur atje, kam lindur, jam rritur deri në 15 vjeç aty kam jetuar, 14. Policani ka një Një shprehje. jo, s'ka shpejt, s'di shpejt nga Policani. Çka ka? Mbani mend që Policani më duket se ka qenë i njohur për prodhimin e kallashit, më duket. Po, ai AK-47. që i shkon tyta poshtë kur gjën shumë. Zot po ky. Ga do djeto prishin ka- puno, Nilsa. Kallashi në Policani dhe në Gramsh është bër. Dy janë pikat Po kryesore. pse ne shkon ty? Domethënë qellon një karikator dhe bie ty Po dhe. po Po se shkrite. nxefet edhe bjen ulet poshtë. Po pse me çfarë Si zbëra sa me? e di këtë e nea. Është e njohur Po kjo më ka gjë. pas thënë babi se merr Po, babi, jo, me merr. armë. Po se A ka më Jo, kam Se se po po polici. pyet me kaq. Po jam kurioze ta di nga e di gjithë. Po ti Nilsa nga e di këtë kallashit, ke qelluar Po me se kallash? di, u thjesht po pyet. A domethënë të gjithë jemi ignorantë. Po dhe po kam qelluar në fakt, një nga hobit e mia është Ke qelluar me armë? Vërtet? Po, shkoj në Te Poligon. Rogati Poligon, besoj po, aty te jo, poligon. te Shkon Rogati, po. në Poliçan, në poligon. Në poligon që vetë lagja ime në Policani. Aty bë te Te- stadiumi. Jo, më jo, te ajo shkoj unë, te... Ore pse po Bëjmë bëni? që reklamë? Jo, po bëjmë reklam falas, çfarë po? Po Ore s'ka ku gjë. jemi këtu? Po thua ajo se aty Dalë te ngeli. përputhen jemi këtu, mos bëni reklam falas. Se aty ngeli te ne ngeli reklama. Po fshi jo. Po ajo është, ajo. Prie. E po si ka qenë jeta në Polican? Ça bëj? Është qytet i vogël Po, shumë nga shumë më qytet i vogël. Po derisa kam jetuar aty në fakt kam dashur tiki, normalisht, se gjithë duan tiki nga një qytet i Po vogël. e urrej tani në që- vendin. Po, tani që e mendoj, në fakt ka qenë goxha jetë e mirë, se kur flas tani për shembull një gjë që mendoj që ka qenë e mirë aty, është që kur flas me shoqëri që janë nga Tirana përgjithsisht, më thonë kur kemi qenë vegjël e kemi ndjerë shumë kush ka qenë i pasur, kush ka qenë i varfër, këtë ka pasur janë pas bullëzuar më shumë kurse edhe ne ishim gjithë njësoj, ishim gjithë varfër, familje mesatare, edhe nuk kemi ndjerë ndonjëherë, unë paktën nuk kam ndjerë ndonjëherë kem qenë bullëzuar ose nuk ka Po qenë, qytetet ka qenë më shumë kjo ndonjëherë si- ndjesia e shoqërisë dhe Po, ose ndoshta ka të bëjë edhe brezje, po paktën me shoqërinë që un kam tani që janë nga Tirana ose nga qytete të mëdha, e thonë që kemi ndjerë shumë. Po aty se kemi ndjerë në fakt, gjithë i njihnin gjithë, e kishin këtë që një
që të bëj merri vesh. E merri vesh gjithë qytetin. Duhet të ruhesh e pak, e kështu se ka qenë ato kohë. Duhet të bënim dot dashuri çka le. Ose martohesh direkt. Po tani Nilsa ç'a bëhet aty? Ke shku më, domethënë ke shtëpi aty, e ke shtëpinë tënde? Kam shtëpinë, po nuk jeton njeri aty tani, se edhe prindrit kanë ardhur këtej kanë kohë. Shkoj shumë rrallë, se më lidh. Nuk të bie rruga domethënë, nuk më lidh ndonjë gjë, shkoj më tepër prej mallit, më shumë se sa. Shkoni bullizon ata ande. Ora ju varfanjeke, më një dikush jam unë. Ta vjen dëgjoj. E njëri Nilsën jo. Në TikTok. Shiko, skrapari vitet e fundit plak për shkakun. Mos e ngatrojnë. Jo, nuk ngatrojnë të gjithë. Skrapari është rrethi. Po dalë tani si më hodhe kështu në fyt direkt. Si ka dy qytete. Po pra, skrapari dhe Poliçani janë më vete. Edhe kë ka? Jo. Skrapari është rrethi dhe ka dy qytete, Çorovodën dhe Poliçani. Po gjithë njerëzit të Çorovodës i thon skrapar. Dhe nuk duhet ta bëj. Jo pra, kisha fjalë. I urrej njerëzit. Vitet e fundit turizmi aty është rrit si ka ca atraksione. Poliçan? Pse më ka ca? Jo, Poliçan. Në Skrapar. Në Skrapar. Jo më ka ca kanionet. Po, kanionet. Na të huajt kanionet janë. S'kan vajt. Nuk besoj se është rritur, është një gjë në fakt që mua më vjen shumë keq, se duke qenë edhe me që se kemi folur dhe bashkë, unë merrem me turizmin edhe është një gjë që më vjen shumë keq. Për gjithë zonën e Skraparit, që nuk e ka fare zhvilluar në fakt turizmin edhe ka ngelur pak si zonë edhe pak e veçuar, se nga që nuk ka as lidhje me përmetin, që do ishte një gjë shumë e mirë, po të kishin lidhje në shkopim. Rrugë e kalueshme. Infrastrukturë. Po jo, nuk kalon makina, është shumë e vështirë. Duhet të shkosh direkt në Skrapar ose në Poliçan për të vajt, nuk se kalon në Poliçani për të vajt diku. Nëse ti shkon në Çorovod nuk ka asgjë. O plak, si Mallakastra. Është mbaron bota. Jo, Mallakastra është pak të afër rrugës ti je shef, kurse Poliçani dhe Çorovod janë shumë. 13 vjet vaj pa Mallakastra. Çorovoda që si muri i botës së sheshtë. Po vllase, shkon aty në skama. Po pra, osibe ka një problem të madh. Kur bëjnë këto rrugët e reja në Shqipëri, ka një tendencë ca qyteza të vogla ti shpangin. Po normal. Po pse më blaq se Poliçani kam shtypjen se është shumë i bukur si natyrë apo jo? Natyrën e ka shumë bukur. Po natyrën mos e ka arkitekturën ka një kishë. Jo, natyrën duhet ta ketë vërtet shumë speciale, domethënë po të jidhet lekë që të investohet në bujtina, në restorante të mira, kam shtypjen se bëhet perl apo jo? Jo vetëm bujtina dhe në restorant, aty kam shtypjen që është shumë e nevojshme të investohet në shërbim, se ai mungon. Nëse investohet në shërbim, kam përshtypjen që kushdo që ka bujtin apo restorant apo lokal duhet të trajnohet se si të shërbej, sepse kam përshtypjen që dhe ato që janë ose ta hedhin në fytyrë. Duhet rruga herë që të shkojnë njerëzit se pastaj e gjejnë veten ata. Janë shumë gjëra në fakt që mungojnë. Ka ngelur kështu pa. Serioze, bëj serioze. Jo, më shumë mirë. Ore shumë mirë ne në këtë podcast qytetet e vogla ne këtë kemi qëllim në këtë podcast. Po pse më e kemi? Po pse fresku i pari, rruga Thesarit derisa të bëhet. O vlla, po ka një problem. Tash s'dim edhe kujt ja themi se kemi kryetarin në Burgos, a kujt ja themi më? Shiko, kam një teori. Blendi Goxha do bëj. Se do dëgjonte ajo, si do dëgjonte ai? Dëgjonte podcastin. Ne kemi marrë dhe goditje politike. Deri tani kemi arrit ke trotuari, kam bërë trotuaret. Shiko, ne parashikojmë. Kemi arrit diçka. Ne në Giro d'Italia morëm një përgjigje shumë të bukur në gjithë adresimin që kemi bërë problematikave të rrugës Muhamet Eliu. Rai budalla italian të Giro d'Italia se imbulova fytyrën. Nilsën sa idiot jam. Rai të Giro d'Italia mu te kjo rrugë era vlla. Po, këtu. Ka rrugë që kemi adresuar ne prej vitesh. Ku thamë ne që s'bën kjo rrugë, është. Po pra. E vërtetë është. Po shumë keq, domethënë ti apo si rrej që këtej se rrugë me gropa, domethënë rrugë me gropa brenda në Tiranë plak është keq fare plak kjo rrugë. Tu e teston makinë, ti kishe makinë, çfarë, Ford Maverick, çfarë? Këtu jemi brenda në Tiranë. Tani quhet brenda në Tiranë. Jo, jemi suburbia këtu. Dikur te IKV-ja, aty ka qenë një tabelë, mirë se vini në Dajk. Me një diametër prej 83% e tyre ndodhen në aks të rrugës. Po e ne kështu zholla, ne kemi valutë prandaj se lëm ta marri konkurrenca. Tu jemi në Qesarak ne. Pse Qesarak? O Natali Qesarak qytet komuna? Jo komuna. Po ti çfarë luan? Farmville po luan aty son. Jepi atë çik mikrofonin. Lagjën 12. Lagjën 12. Po,
Po pse s'jemi legje 13 ne B13? Na I kanë heqë emrat pra na kanë vënë numrat tani. Ishte 13 territoriale I legje 12. Si? Me ndarjen territoriale që I kanë bërë mini bashkive I legje 12. S'më pëlqen fare. Ashtu kanë vendosur forcat. Unë në Sarandë kisha legjen legjet. Si be, unë në Sarandë, se unë jam në Saranda, jam në Onezmi. Onezmi. Legja ime quhet xhamia. Jo kish. Jo kish, ja. Pa shikoj, quhet xhamia kështu në Se kishte një xhami. Po, nuk quhet zyrtarisht xhamia. Jo. Thjesht Zyrtarisht quhet Titanët. Te xhamia. Ha çfarë do themi tjetër? Hajde ikim. Çfarë do na bëj? Dalo se kemi hedhur sa tema. Ore, të flasim pak për Eurovisionin o mishani, se jo, po, Francesco parë se Mr. X. Mr. X-i. Nuk e ka emrin Francesco, jo. Është shaka. A ka qenë shumë I vështirë ambientimi nga Policani I Madhërisëm në Tiranë? E çfarë? Jo, si ishte I vështirë sa unë. Unë nuk e di tani. Sa unë kisha qenë njerë në Tiranë. Policani Metropol. Në fakt po, se shpeshherë ne kishim shtëpinë këtu që kur kam qenë pak më vogël edhe vija shumë shpesh. Çfarë se mësh me prona Me prona në Tiranë. Jemi rritur keq. Unë par vjetë mbledha shtëpinë, tallësh ti. Blok. Me supermakinë. Absolutisht jo. Na thuaj. Kam ardhur dhe gati çdo verë vija këtej, por nuk mendoj që ka ndikuar kjo më shumë se sa në fakti që kishe shumë lekë. Se unë mendoj që ka qenë gjoke një të ndihmë, po unë kam qenë te kolegji I Gocave, te kolegji turk. Çfarë? Ku ke qenë? Kam qenë te Mehmet Akifi. Ke qenë te Mehmet Akifi? Po, ndoshta duhet të flasim për këtë më shumë se sa për Eurovision. Dalemi këtu. Si ke qenë te Mehmet Akifi? Ky është ai kundër Erdoganit apo jo? Po, diu. Ai është Gylenis. E kanë mbyll tani, nuk e di. Po e mbyllën atë? Po si ishte jeta në një kolegj femrash? Shumë e mirë. Jo, ishte më vërtet shumë. Po shoh depresion në sy të tu. Po shoh. Jo, se shumë mirë ishte, domethënë, okay, kishte ato rregullat e veta, ishte pak Çfarë rregullash kishte? Shikoj, në fillim ishte me hablla. Kush je ti dhe kënjef? Që ka qenë aty. Më trego. Ke qenë në kolegj Goca? Felixi, çfarë? Ore, Unë kam qenë turk. Ku ke qenë ti? Në vërtet? Jo, për ishte ishte më mirë. Jo, ato janë shkolla shumë të mira, me thënë drejtën, dhe me Metakivi dhe Turgut Ozali janë shumë cilësore si shkolla. Shkolla ka valla çaj do mua vetë. Nuk e nxjerr gishtin, po nxjerr. Seriozisht e keni, janë super shkolla. Janë të mira vërtet o. Po pse mo çaj? Po dalla se dua të di një çfarë kufizimesh kishte. Po s'kan çuna në klasë pra. Ndryshe nga Turgut Ozali që ne I urreni me shpirt. Se keni pas dhe bi. Se ne dilnim nga shkolla. Po plak shiko, sot zbulova shumë gjëra për ty, më fal. Sot çaj që ki zbulim, sot ma the. Jo mos jemi shok fare. Po dini me që ka qenë Turgut Ozali. Po ti e di këtë informacion për këtë? Jemi më të Jo, më plak. O plak, çu ditë për jashtë, na e pa do të Nëse lekë të mësojmë, shiko, na intereson më shumë të dim gjërat për Nilsen. Jo, Francesco, Mr. X. Na tregoti. Unisa po, domethënë, ishit në një shkollë që ishit vetëm goca. Po. Po çfarë moshe? Unë 14 ose 15. Po gjimnazo burçak. Son 2 Katme vite deri deri bëra. 2 vitet e fundit. Po. Vitin e parë bëra në Poliçan dhe pastaj erdha këtej. Ishte një çik traumatizuese në fakt në fillim se përveç faktit që çdo gjë ishte në anglisht, unë kisha humbur një vit dhe duhet të kapja ato goca që kishin ecur pak, po ishte traumatizuese fakti që traumatizuese se nuk e harroj kur. Duhet dilje me qitap. Me qitap? Po, domethënë dilje të premteve dhe ktheheshe të dielave ose të hënën mëngjes dhe kishe mundësinë që dilje të mërkurave, po do të merrte dikush. Po të endën? Jo. Po të prenden? Jo. Të prenden çfarë bëjmë? Jo, të prenden dilje se I ke për në shtëpi. E po vetëm 2 ditë dilin këto. Dhe të enjtë nuk mund dilje. Kjo që ka jeta jon, që bëjmë për ditë valla. Ti pas ke bërë jetën time tani. Kufizime, nuk dilje dot të ëna dhe të martë. Po si ka qenë muhabeti domethënë që
Më falni Gjeni. Si ka qenë, domethënë, pse ishte e ndarë çunat veç goca? Ishte shkollë fetare? Jo, nuk ka pasur asnjëherë asnjë lloj Po pse është ndarë? ndikimi kur nuk është diskutuar kur Feja. Ashtu? Në Bravo. Po ka konvikte bush, edhe nuk i bashkonin konvikte. Po pse si bashkonin më valla? Ne në katë të tretë dhe në katë katërt ose të pestë flinim dhe në katë parë dhe katë dytë kishim klasat. Bënin shkollë. Domethënë thjesht zbritim. Po çunat ku ishin një godin tjetër? Çunat kanë qenë në një godin tjetër. Po si komunikonin ti? Me plumba. Kishim, jo, s'komunikonim. Domethënë nuk i njihnim. Prandaj Po pra, po se kuptoj të ndarjen, të segrecionin. Po ishim shkollë në Shiko, vete. kur je duke që ke shkollë që dhe flen aty, ke dhe konflikte dhe kështu, s'ke prindrit dhe ti je një moshë që je në varësinë e prindrit, tani nuk mund të lejnë që ti të shkosh lart e poshtë me çuna edhe Po pse më vlen Po, të shkoj? sa nuk po e kupton Pa konceptin. fund. Se kuptoj. Domethënë kishte edhe me takif çunash dhe me takif gocash. Zëre sikur është Qemal Stafa dhe më thuaj një shkollë tjetër. Ismail Qemal. Ismail Qemal, pra s'kan lidhje fare me njëra Thjesht ishin gender Po, appropriation. Po ti kishit kështu muhabete feje në shkollën tuaj? Këto kanë qenë si Se shkollë. ne kemi qenë në shkollë normale. se ka dhe anormale, valla. Po, nga mënyra si e thua duket shumë, jo, ne kemi qenë shkollë normale. Jo, po. Ti ke qenë në Tiranë. Po. Po. Tim polican. Po ti mor Jo, plak unë si. jam krizi greu. Sot e mora vesh plak që pasi që ti që ke për dalje më nda. Okej. Që ai për dalje po. Apo unë dalja. Po jo se ti sot e mora vesh. Po ç'është shiko, unë vërtet vetëm këtë se kuptoj, këtë ndarjen gjinore, domethënë pse duhet ndar shkolla. Ishim me kolegë. Që të ishin të fokusuar Po. vetëm për shkollën, mos Pse më po ke femra në shkollë? Kishim edhe mbasi mbaronim mësimin, kishim një 2 orë pushime dhe pastaj kishim etyd të detyruar Çfarë kishim? etyd për të studiuar praktikisht, kishim me detyrim shkonim në klasë. Edhe gati 4 orë, po nga ora 5 deri në orën 9. si pasi mbaronin mësim kishit bënim detyrim që detyrat. të mëson. Bënim detyrim. Tani po. Nilsa unë një pyetje kam. Nëse se ke mesataren 10.4, Jo, nuk e kam. sa ke pas në gjimnaz? Po 9.5. Çau dil për jashtë. Ke bëllë këtë podcast, ne Aleça. Keni qenë vetëm goca. Keni qenë, po ti mos e ke pasi, Mr. X. Po ata kanë qenë shkollë normale o bursa. Sa? 8.2, çau dil për jashtë. Jepi ato lekë, tu lej ato tavolinë, çau dil për jashtë. Investimi Ju keni çuar qenë dëm. vetëm- O plak, Po unë kam qenë shkollë Po normale. çfarë Mr. X është ai? Ju janë nxorë gjithë informacionet. Ti je dhe, Po ka qenë vetëm këtë. Po ti mos i përsërit. Çau lë lekët ka kaq lek në xhep. valla mua më duket të mërshme. Unë kam pas 7.6 që kam qenë në mixed gender shkollë edhe. Unë kam qenë Në Saran. Në Saran do dhe më në Saran. unë kam qenë në gjimnazin më legjendar të gjitha kohërave se ka emrin e Hasan Tasinit o vlla Se tani. sa gjimnaze kanë në Saran. Një. Jo po, Ndaj sa shiko, që ore, shiko se mua nuk më bën sens që të jetë e ndarë nuk e kuptoj dot, Ka nuk e di. njëra që i bën sens. Kjo Po është. s'ka nevojë për sens fare. Janë dy shkolla të ndryshme. Kush e Se ti ti një? në emër. Si kush jam? O Jenny, Si mori shkolla të ndaj. o bubna bëj një Po si cigare. nuk të bën sens më, por domethënë Po ç'është më kjo shkollë tani? merr ti nga rrethe, ku ta diun ose ku Po. do, që si kanë nga vinë studentët. Nuk kanë mbikëqyrje prindi, do thënë janë komplet në përgjegjësinë e mësuesve. Edhe ti lësh tash bravo. të fiksohen Po. në shkollë në Po, çfarë të ke që ka? konflikte, Seks. Edhe? Diun, Edhe? Gabim. si edhe më kur. Po ç'a më seks më do Po se kanë mendjen në mësime. Po jo mos si. Supozohet që 14 vjeç çfarë kur mama? kur mbaroje shkollën ti ku e ke bë, shkojnë në shtëpi edhe koka e shtëpisë tate janë prindrit. Po, Edhe në qoftë se prindrit e tuaj e lejojnë që ti të shkosh me femrën në shtëpi, është okay. Jo, Po, fëmijët jo, flas. Po kur ti je larg prindit, tani ti do marrësh parasysh që ka prindër që lejojnë, ka prindër që s'lejojnë, shumicat se lejojnë. Edhe ti Zakonisht s'mund t'i prindrit fuzosh nuk kënaqen bashkë gjithë me kur i vënë. dëgjojnë për 13 konvikt. për fëmijë 13 vjeçar. Femra me- meshkuj Ka kur pasur janë shumë në rregulla. moshë 9-18 vjeç. Po patjetër edhe unë fëmijën tim nuk do zgjidhja nëse, domethënë në kushtet që isha unë paktën që po largohesha nga shtëpia, se prindrit e mi jetonin akoma në Poliçana të Poliçana periudhën që atëherë. isha në shkollë. Doja që të shkoja në një shkollë jashtë Poliçanës. Në Berat. Mendoje kështu ta banalizojmë fare. Po, banali. Ata ke i gocë. Po. Si do të vinte aty të merrje vesh që goca jote ka pseudonimin Baxhella Don Bossi. Mendoje kështu. Shiko, më thënë. jo se kjo është. Më falni për fjalorin. Pra, ose
Jo, s'është opsioni vetëm, po. Ose e Baxhellë e Don Bosco. Jo, nuk është opsioni vetëm, po në 500 zonës është një nga njëra do bëhet ashtu. Dhe mund të jetë goca Po më jote. çfarë problemi ka? Fatkeqësisht. Fati vetë valla, domethënë e menaxhon vetë Ma koti tash. Ore, Jo, një sekond. nuk po flasim për utopira, po flasim për një prind. Asnjë prind nuk do që vajzën ta ketë Baxhellën e Don Bosco. Ose djalin ta ketë Baxhellën e Don Bosco, se mos bëjmë ndarje. Projeksion për fëmijët, më plak se fëmijët s'janë s'lindin të Po jo, përdalë. mas pra, 18 po një prind nuk do që ta ketë. metave të bëj çfarë doja i pasaj. Se që të bësh Baxhella Don Bosco. E para duhet jetosh në Don Bosco një. Jo, është ideja kur e ke ti në përgjegjësi. Mas 18-ave të bëj çfarë doj, pastaj është fati vet. Po kur e ke ti në përgjegjësi edhe ti Me mund bësh. jo, Merr shtëpi me qeran Don Bosco. jo, unë s'do doja dhe mas 18-ave, pra. po ndërkohë që është në përgjegjësinë time, Të paktën. ajo ose ai të bëhet një kriminal ose një ku di unë, nuk do doja valla. Mas 18 bëj çfarë dush. O kriminal o Baxhellë. Si tjetë e shkruar. Kriminal Don Bosco, si nuk. Po mirë, me këto gocat që ke pasën klasë, ruan akoma mi si domethënë, ke në një shoqe akoma? Po. Tani që është e famshme. Tani sa. Jo, se më ka ndodhur me një nga ato goca në fakt se i hoqa shumicën prej tyre, ç'a bëni? Si i hoqa? Jo, po presin si. Ore ti budalla. Bjerë më këtu se jam. Si i hoqe, në shkuptimi i hoqe. I hoqa nga Instagrami. Po i hoqa sepse un kam shumë inat që të mbaj në Instagram njerëz që Nuk ke interaksion. nuk kam interaksion ose që kam vdekje fare kur jemi për shembull ndiqemi në Instagram dhe kur shifemi në rrugë nuk flasim, Po, nuk dhe unë flet. heq direkt. Se më mban, se Edhe unë të heq direkt, Nuk e valla. bëri reply në për story, kemi folur diçka, kur ja aty nuk më Çe ka më Nilsa? E po mirë, se Ç'a po bë? është edhe një çiksi siklet, kështu si ti siklet. je duke u shkëmbyer ti, flas mos i flas. Po vlla, unë ose na di që ta Ndërkohë që- kemi fola direkt valla. Kemi kuptuar, po nuk duhet të jesh kaq. Po vlla, shiko, ti si e për PR-in e këtij podcasti si ve. Se desh, shiko se haruam temën më kryesore ne. Ky podcast Eurovisioni, hë. po dalë më. Ky podcast desh nuk u bë për fajin tat mor miku im. Pse? Po se je shumë i keq me PR-in, duhet ma lësh mua. Desh na hoqë këtë far vajzë tani valla. valla. Podcasti më Po pak. jo më se rastisim që Gabohesh, Nilsa, gabohesh. o kishte Nilsa punë ose ishim ne jo Ose ekzistent. ishte studio shumë pis valla. E, mirë që erdhi Nilsa sot që kemi dezinfektuar, valla, këtu mund të bësh Se ndërhyrje. kemi pastruar gjë? Ta vësh ti? Tu mund të Se bësh ke parë në ndërhyrje përditshmëri kirurgjikale ti. tani. Tu mund të heqësh dhëmballën e pjekurisë. Po bubu tallesh ti? Këtu mund të lindi Le të në mos e Europë. exagjerojmë. Ato macet kanë lindur. Jeni Miqtë, shumë afër. miqtë Po, mi me së qera shteti fjala, do kemi po. një ofertë për ju. Kemi Dhe masë. një ofertë you can't refuse. Një e kemi të prenotuar. Kemi E morëm katër direkt. masë. Shiko sa mirë. Kemi është tre PR, tani. Filloj Kemi- shiti një. Po, Se nxitoni sepse një kemi të prit. Le të kalojmë pak në një çështje që mua më vrau. Do flasim pak për Eurovisionin. Edhe do flas pak. Pse të vrau ty? Po më vrau më plak pse? se ti mor njëri negativ. Dale ti. Tamam. Ne në Eurovision, miku im, se unë jam njeri, ti e di që unë jam njeri objektiv, vlla. Po. I shoh, i bëj me laps. Atë që e ke. Ore nuk ju kam më shoh, do iki te Alo kam i pyetje valla, nuk rrim më te ju. Po ti normal që si ke shok atë njerëz të djeta shkollë ishte. Ti do i flas. Si ke pas në një shok. Francesco, sot e mbyllëm bashkë. valla. Mister X. Shiko tani. Në Eurovision e kishin këngën më të bukur miku im, edhe ta them me shpirt. Çem çikos tash për. Po jo më se si ishte shumë e bukur. Jo, plak, jo, dale një sekond. Një sekond të pyesim mendimin e Dikujt. dikujt. E dikujt që kemi të ftuar sa. Sa, më fol dy fjalë për. Mendoj që ishte kënga më e bukur e Po, Eurovisionit. Ishte kënga më e bukur e këtij Eurovisioni dhe kënga më e bukur e gjithë çka kemi dërguar ne ndonjëherë, Jo, opa. por prit, një sekond. Kam replik. Një Mbaroj, sekond. mbaroj. Më e bukur. Ishte shumë e bukur, se e nese, se Shumë e bukur ndoshta. Jo më shumë e bukur. Jo më jo ishte. Tërheq çdo gjë që thash. Një këngë mirë ka qenë e Ronelës, se unë Ronelën e kam shoqë edhe me vërtet ka qenë dhe këngë që e kam ndjekur që në fillim kur është bërë. E dobët. Ronela Ajat. E kënga Por se keqe. Ka shoqë më dha, mos u ashtu. Po mirë, shiko Ronela është super gocë. Ronela është super gocë. Nga Po, ishte shumë- ishte kot. E po si ishte që Unë jam shumë subjektive në gjykimin e asaj këngë, se duke qenë se kam ndjekur nga fillimi kur është krijuar, më ka pëlqyer. Po pse më për këngë e Eurovisionit s'ishte keq? A për ato standarde s'ishte keq? shiko, ishte Ka shiko pëlqyer valla. në
këto këngët e Eurovisionit apo të festivalit apo kanë një gjë që duhet të jenë që këngë të mbajtshme mend, të këndueshme. Pse ty s'ka pëlqyer Zjermi, më fal? Tallësh ti? Wow. Ore, do pushoni ju. Po them që këngën e Po më thoj se Po jo Roneli më plak merru me Këngën e Ronelës nuk e mbaj mend. Po mirë në rregull, po Zjermi. Këtë po them, po Zjermi po pra. Po atë ka pëlqyer. Po normalisht më ka pëlqyer, pëlqyer, ishte super super këngë. Obes. Por do të them këtë që edhe kënga e Austrisë është shumë e mirë. Po plak ishte super këngë mo. Po jo si e jona. Nuk e them këtë që e vodhën, që është padrejtësi e madhe që ja u dhan aty. Jo, ajo duhet thëmë për çdo vit e Eurovisioni. Se nuk e marr vesh pse ne zgënjehemi çdo vit, se çdo vit i njëjti muhabet. Po jo, ne nuk kemi për vend të tet. Ai është festival politik, geopolitik. Nuk i jepet këngës më të mirë, ai i jepet. Po dakord, shiko, un personalisht nuk u zgënjeva nga fakti që nuk e fituam. Unë u zgënjeva nga fakti që na dhanë aq pak pik. Ato praktikisht e kishin bër planin që duke ditur që do merrin shumë pik nga publiku. Vendi 2 të 3. Po, ato donin ta shmangnin dhe vendin e 2 dhe të 3, sepse e dinin që publiku do i jepte shumë pikë dhe ç'a bën, ne çuam grop fare që sado nga publiku ishte e treta ajo. Dakor pra, po them sado që do t'i jepte publiku prap nuk do. Ama shiko prap e morën, domethënë çdo gjë që mund të merrin e morën. Po jo mos e morën në blek, vendi 8. Po valla, nuk është morë çmim të parë dhe fitove. Po morë çmim të parë nga kampioni. Çështja është shkotra elektronike plak me ka bër super prezantim. Tani janë grup ndërkombëtar dhe njihen. Po nuk besoj se po të merrin vendin e parë do kishte ndonjë gjë më shumë. Jo, unë them ta bojkotojmë të impaktin edhe ndikimin. Më mirë mos kishin marrë, shumë mirë domethënë që s'e morën dhe po ta merrin do doja të mos e kishin marrë. Pse? Kush merre jo tani do dilin këtu. Do vinin njerëz turrën mua. Jo mos e do ditë Rama do thoshte e fitova unë. Jo, shiko, ne do e çanim me Eurovisionin tu, mos. Jo, çfarë do çanim. Jo, po ta shiko tani. Ma çfarë do çanim. Ai ishin bashkëpunim. Do ta çanim ne në krahasim me Austrinë dhe me Suedinë edhe me këto. Po më ne kemi dështuar në herë 5 samitin të sa lart ishte. Samiti ishte lart, po çaj një tapet do kishin shtruar çfarë lart ishte. Jo. Aty kanë ardhur një muaj para me bë stage-in me beton. Po bëni negativ. Skënderbeu, çfarë po mirë mos e sish një gjë e madhe ngritën dy. Ora shiko, organizimi ka një gjë. Mjafton paguash lekët o vlla te personi dur te Enea për shkakun. Bam, jepi lekët e dizajnin e kishte bëu Edi Rama i madh me dorën e vet. Do mund të marrësh. Bukur, u bë një reel viral. 13.000 view. Po ti vetë për shembull do doje që një moment të bëje një këngë që të në festival ke menduar ndonjëherë të shkosh? Kam qenë në Obor. Ka qenë në festival ti? Po. Asaj. Turpi mas. Dëgjove ti këtu. Se asaj ka qenë në festival? Po, dhe ka qenë mbaj mend. Ka pasur shumë, se s'po them shumë tash. Të lutem fol pak më. Për të shitur mend. Jo. Se desha të mbështetesh atë. Jo, mbështetesh. Më thati më rira. Jo, merr mikrofonin me vete. Mirë jam tani. Po. Ska gjë se rregullan. Sa megahertz. Dhe bëju në vazhdim. Enea duke mat shpejtësinë e zërit dhe molekulat në vende. Kam qenë në 2015-ën, se atëherë kam pasur 2015. 10 vite para. Vdekje. Edhe ka qenë shumë interesante sepse rezultoi këngë që e pëlqenin njerëz, tjetër gjë që unë dhe këndova që jam të keq. Pse kishe emocione? Kam qenë 10 vjeç o burr. Unë ishte hera parë që shkelja në atë lloj skene, ishte shumë e frikshme, domethënë unë s'kam asnjë probleme. Patë ndonjë problem teknik në gjë apo thjesht emocione? Thjesht vokale. Po monitorimi si ishte, për shembull, e dëgjoje? Jo, s'ka qenë. Ka qenë keq. Ka qenë shumë, mbaj mend që ka qenë shumë keq. Shumë keq. Me pra, se gjithmonë ankohen për të. Gjithmonë ka pasur shumë probleme për po. Të paktën për të shënë, se kam qenë edhe në këngë magjike vetëm një herë dhe në këngë magjike ka qenë shumë ndryshe, shumë mirë. Pse kënga magjike live ishte kur ishte ti? Po live, kur kam qenë po, më duket ka qenë viti i parë që bënin live ata. Se më mend, po ka qenë shumë mirë. Kurse Po për këtë festivalin gjithmonë ankohen artistët që zgjojnë, ka probleme teknike, ka. Po dhe se kur janë artistë të vënë që dhe janë mësuar dhe janë më. Mirë, ata më ndryshe po. Po të rinjt shiko, po se dëgjon veten në monitorim, vëlla, nuk performon dot. Performon? Kemi performuar pa e dëgjuar veten tani. Jo, performon do të rehat. Jo, performon një këngëtar që ka
Testikuj. Tani e nea, tani duhet Jo, që ka zë. Monitorimi. O e nea. Jo, në fakt. Jo. Në fakt, dikush që ka zë. Monitorimi duhet të funksionojë më e nea. Jo, patjetër që duhet të jetë shumë mirë, po që performon, sepse kemi performu pa dëgjuar asgjë. Edhe ka dalë shumë mirë. Mirë, ti baterinë e ke dëgjuar plak. Po bateria kam përshtypjen që është dhe personale. akustike. Unë monitorimin e kam shumë të rëndësishëm edhe nuk Normal që gjithë e kanë të rëndësishëm se je më rehat, nuk po jo mos është çështje rehatije, nuk performoj dot, këndoj keq. Duhet jetë shumë emocioni i madh ai që del në atë sallë është madhe. Kam memorie fare më burr. Nuk kam vetëm çfarë shoh nga ekran. Është në YouTube kjo. Po iko çfarë do? Më është skandaloze kod. Nuk e di. Ndërkohë 40.000 views. Po mirë, kur dole kishe ndonjë kështu ëndër apo ndonjë shpresë të Jo, më fare. Apo thjesht doja të dilje kështu për Fare. Unë di që të gjitha pëlqyen, po u penalizua me të drejtë për faktin që performanca nuk ishte e mirë. Se kënga në fakt është pëlqyer shumë dhe mbaj mend pastaj pas një viti kam hapur Twitterin edhe kot kështu rastësisht për herë të parë, kot rastësisht kërkova emrin tim çifja ç'a bëj, isha rankuar top 5 dhe në për këto video që bënin atëherë në YouTube. Jo shumë këngë e bukur është nga këto të huaj që ndjekin, se ka shumë fansa të Eurovisionit që ndjekin Sanremo, të çdo vendi që çdo vendi. Edhe ishte rankuar goxha lart edhe ishte shumë. Unë kur të bëra follow në Instagram pash që kishe ca video që ke performuar live edhe kishe qarë fare dhe ishte shumë nice, ishte me një band në një lokal. All in band, po. Ajo ishte lart fare dhe ishte spektakël. Po me All in band thjesht. Po bashkëpunonin si. Jo, kemi punuar bashkë gati 2 vite, 3 vite dhe kemi ka qenë periudhë shumë e mirë, fakt se kemi luajtur goxha shumë, luanim te radio njëherë në 2 javë. Po pse to në të shkuarën sinema? Jo, sinema, thjesht mblidhemi ndonjëherë rrallë, po kështu si grup nuk jemi. Atëherë ishim tamam grup, ishim gjithë All in Band. Tash kur dalim. Pra ishit All in plus Nilsa apo ishit thjesht All in Band? Kurse tani jemi All in Band plus Nilsa ose Nilsa plus All in Band, varet kush fton kë. Nilsa and the band. Po, ka qenë periudhë lezetshme, atëra çunat e Ollinave janë shumë. Po janë muzikantë shumë mirë. Po ti je në bandë goxha e vështirë, plak. Domethënë se ne që jemi në radhë të parë jemi miq, pastaj jemi bandë. Edhe më duket shumë e vështirë që të gjesh bashkëpunëtor. Ne kemi pasur shumë të mirë në fakt. Po nga u bët juve me neve mbaj mend të bërë një Amy Winehouse tribute te Tulla e vjen nga Komuna Paris. Juve ato. Jo te Taraca. Ato orliqet. Te Tulla fillestare. Te Komuna e Parisit. Po, edhe aty ka qenë Marcela Camela, u bë një tribut e Emit edhe çunat ishin banda dhe nuk e di pse më thirrën dhe mua aty. Nuk e di si u gjenda. Për një arsye apo për një tjetër. Edhe aty u njofa me çunat, na ngjiti, domethënë kimia, edhe nice, shumë nice. 2016 diku ka qenë deri në 2018. Po pas ka një goxha kohë, jo. Tash këto 2 vitet e fundit. Jo, kemi shumë kohë që jemi ndarë. Atëherë kemi qenë nga 20 vjeç, 21. Po tani nuk me muzikën nuk ke kështu fare, nuk bën ndonjë gjë, domethënë nuk ke ndonjë plan për të ardhmen. Kam disa projekte, shumë do të thonë që kam projekte. Të kanë vdekur ëndrat Nilsa. Gati. Kush Nilsa? Me i kanë varrja. Kush Nilsa këto momente në jetë, më thuaj. Unë jam duke bërë një jetë adulte, Andi, që duhet të punoj, duhet të fitoj para, sepse askush nuk kujtohet për mua. Nuk më jep para njeri. Nuk na kanë ngel, po na vdes morri. Nuk kemi më çifra asgjë fitua. E vërtetë. Po vetëm shtëpi dua të flet, ti më thua më të gjallë. Merru me muzikë. Merru me muzikë, ndiq pasion. Ndërkohë që shtrie që flet, e këndon Robi një. Pak shkruaj diçka për kredin. Kam kaq kohë. Ora në fakt s'ka ndonjë këngë për kredin. Duhet. Jo, kjo është arsyeja e vërtetë, domethënë që po më ezauron jeta adulte. Po. Duhet që të kesh shumë, unë pasion e kam shumë të madhe. Po. Po duhet të rish pa gjumë, se siç mund ta imagjinoni dhe ju që merreni me muzikë, nuk mund të shkosh në studio të shtunën në orën 11 paradite. Jo, në art do të shkosh all in. Ne shkojmë në studio 11 paradite. Po.
Ne shkojmë në studio në çdo orë. Po për shembull, pse mos rish pa gjumë? Për ta realizuar atë gjën, atë ëndër. Po se duhet të jem dhe funksionale gjatë ditës, se un kam një problem shumë madh me gjumin. Nuk po të jeta minimalisht 9 orë nuk funksionon. Sare? 9 orë? Kam nevojë. Po 9 orë është. 4-5 orë. Natalia vëja, po të përkraj në këtë moment. Nuk arrin dot pa 4-5 orë gjumë duhet ta sakrifikosh. Jo, ti. Po pra, ka të bëj. Mos e ktheni në femërore gjën tash. Edhe unë në dorë dua. Nuk kam asnjë ciklë hormonal. Thjesht dua në dorë. Këtë e kam nga Edirama. Çfarë thotë? Enea, elaboroje pak atë që the? Jo, nuk është se e kam marrë nga Edirama, thjesht I bëra një rezonancë me kur e dëgjova një ditë Ediramën që thoshte që unë dua fliste për kryetarin e ardhshëm të Bashkisë Shkodrës Benetin, që unë du një person që t'jeti aftë 3 pa gjumë, edhe me 2 orë gjumë, 3 orë gjumë, po nëse nuk e ka këtë aftësi, nuk bën për këtë punë. Pa I gënjen më po. Po s'dua të bëjmë. Edirama gënjen të vdekurit, do të tallesh ti. Jo, ai mund gënjej, po që po ama si teori ka arritur të gjëra se nuk arrin dot aty ku është ai, qoftë edhe në të keqe. Nuk arrin dot nëse ti nuk sakrifikon gjumin minimalisht. Jo, mos ke pse sakrifikosh të tjerave. Nea, po ti tani më fal, se un kur bëj muzikë un harxoj lek. Të bësh kryetar bashkie në Shkodër. Fiton lek. Arxon lek, arxon, besoj që arxon shumë lek për të bërë. Fiton pastaj, po që arxon lek. Unë as nuk fitoj. Po pse Nilsa, domethënë kur ke bërë këngët tua, domethënë ke arxuar. Vetëm ka arxuar. Më se, shiko, se fiton kënaqësi emocionale, morale. Jo, ai sa për të ndyrë pa gjumë. Po më shiko se muzika është një aktivitet që normalisht në Shqipëri arxon lek, nuk është se kudo është se domethënë nuk është se do merresh me muzikë dhe do fitosh ti tani namin edhe. Nuk funksionon as me label, siç funksionon jashtë që ti shënjohesh në një label, si thuhet më, që sign. Bësh sign. Regjistrohesh. Kontraktohesh në një. Bravo Mr. X, je lart. Mr. X ose siç e thon ndryshe Francesco. Që ka qenë te Turkotosale. Edhe jashtë mas një far eksperiencë ti merr vlerë ajo gjë që bën. Fillim koha jote që arxon për të bërë atë gjën ka vlerë negative. Domethënë ti jo ke shumë shpenzime. Po shpenzime monetare nuk ke. Edhe sakrificë. Jo, po nuk merr njëri që në fillim kush qasë në label. Po që në fillim jo, po në një këngëtar që ka bër minimalisht 3-4 këngë që ka producer 5 të vetat, është po më vjen anglisht tani. Anglisht po thuje. Eligible, si më thon, I pranueshëm. I pranueshëm për të qenë I vlefshëm për të qenë. Mos harro që bën rreth 1 milion këngë në ditë. Edhe ka ti po për një përqindje shumë të vogël njerëzish në botë. Disa të lutem, këtu jemi me statistikë. Shumë nga të dyshoj që gjitha këto gjëra që thua nuk janë vërteta, thjesht do në moment. I shpikshme që të duket. Gënjena. Por në mos 1 milion 10. Po zhytja tash I ku ai mohabet. Si vajti nga 1 milion të 10 aty. Po edhe shumë nga këto bandat apo nga këta këngëtarët që janë tashmë që kanë kështu kanë firmosur me këto shtëpitë e produksionit këto diskografitë më ta, kanë për shembull mund të kenë nga 3-4 albume që janë kështu që kanë ikur janë të harruar fare që s'kan marrë asnjë views, janë me 30 views. Po e ka një moment shkon financiare ka shtëpia. Vetë kam, jo, e kam 3-4 albumet e para I kanë për vetë. Kush tha? Una. Sa po e thash. Enea futet tani me një statistikë. Ose me që e përmendëm, Shkodra Elektronike. Shkodra Elektronike ka shumë vite që janë në treg. Underground, edhe kam patur shumë këngë të bukura edhe më përpara. Unë I kam vlerësuar edhe më përpara, se I kam dëgjuar te live. Ama nuk është se kam pasur një boom të madh. Për të shtuar besit ka dhe shumë. Unë I kam dëgjuar live Shkodra Elektronike, kam dëgjuar live në Shkodër. Shpërthem mendje që kam, varet nga live-et që bëhen, varet nga eventet. Po pra, nuk kanë qenë asnjëherë kështu. Po, Shkodra Elektronike për shkakun kanë përshtypjen që e prodhojnë vetë muzikën, nuk kanë shpenzime.
Kurse Po çfarë shpenzime? Po, s'ke shpenzime. Paguajnë korrentin. Po. S'ke si kanë ato gjëra të rrotullat në shtëpi, kurse kur je këngëtar i lirë kështu siç jam unë, si pa një studio timen. Që nuk bën produkt vetë ke fjalën, po. Duhet paguaj videoklipin, duhet kur na theti ore, kur më ke thënë. Prandaj tekstet e fundit i kam bërë vetë. Je detyruar i ke bërë vetë. Pse marrin lek njerëzit për të shkruar tekste? Po ti digj të informacione. Këtë nuk e di ke. Pse njerëzit paguajnë kur bëjnë punë? Normal, si. Po nuk ai paguajnë. S'kemë marr lek në herë. Po sa kemi marrë. Po se ne i bëjmë për vetë. Ne kemi blloqet plot. Po se si u bëjmë të tjerëve, i bëjmë për vetë. Pastaj ti moj ti. Ti moj vajz ti. Kur na ke thënë ti, shikoj se kam një këngë, unë do më ndihmoni çuna se ju keni. Po ato muzika tuaja. Po jo mos. Jo më të tua, thjesht ne kemi 3 kompjutera, 2 mikrofona, kemi sa gjëra. Kush ka 2 mikrofona mo? 2 mikrofona mos ka full production. Tani që e di. S'duam lek fare. Okej, duam lek. Duam të largë Si del. Nisa tani na do të klime vllate do të bëjmë një këngë. Po më duket ditë se ai momenti pra që dil na këndoj. Po që ka anglisht dhe na këndo tani. Si përsëritet historia. Ma thoshin fol turqisht. Fol turqisht. Jo pikë më të bukur. Ti flet më histori. O misari flet turqisht? Faleminderit. Kine beler kur në shër sot? So güzel. Şimdi Türkçe unuttum. Ça? Ta futi të shau. Çok güzel. Nuk thuat kështu kur pasi të ka shaj dikush. Më shau? Po. Ç'a më tha? Tha atë. Mos u kanë shana plaka se. Tha. Ore, e dini ju filmin më të madh turk që ekziston? Kë Robocopin turk? Jo. Është jo. Jo. Dale. Është më i madh akoma që Kush? Që ka marrë skena nga Star Warsi. Drejtin, Sweatshot të Texasin. Si Star Warsi më plak. Është një domethënë është film aksion. Po kështu nga vitet 60-ta, 70-ta. Kur ka dalë Star Warsi i parë? 70-ta. Po, 70-ta. Edhe tash ky film i turk është sci-fi. Po? Edhe është ky tipi që janë kështu të veshur me sa gjëra. Në Turqi është. Me letër alumini. Po. Edhe në momentin që duan të tregojnë që janë në hapësirë, fusin skena nga Star Warsi. Edhe pastaj kanë bërë në green screen, janë 2 aktorë turq që janë në green screen sikur janë brenda në anije. Në kështu në anije kozmike. Edhe bëjnë kështu sikur i ngasin ato, edhe fusin skena nga Star Warsi pastaj. Po si quhet ky film i turk? Nuk e ke. S'ka ditë tu. Do ta gjej, do t'ja u them. Tani me që dolet e filmat, Turqia ka një regjisor shumë të madh. Regjisor. Se rezort është vërtet. Jo, e the shumë, ka një rezort, po se kemi pizza. Plus që fakti që ka shumë rezorte. Jo, pje. Çfarë? Jo, po fshe atë se fshi atë që është te Pelena. Nuk është te Pelena. Po. Olla duhet derdhet lekun në këtë podcast la. Në fakt ne kemi mbështetur lajthizën më shumë. Po hajde te Pelenën. Po pse se lidhen jo? E shiko. Se lidhen e ka kush mo? Kastrati. Jo, nuk më shtet si oligark. Kastrati ka Selid. Shiko. Ore mos më kaloni na muhabet. Ore, ta përmbledh çik këtë podcast. Po ka një regjisor Turqia. Ka një regjisor shumë të madh që nuk e ka kujtoj emrin. Jo, s'po tallën. Po dalë o bubu. Ka një super film që quhet Once Upon a Time in Anatolia. Misë mi. Po se e ke parë. Ndoshta e ke parë. Misë mi. Ky regjisor i turk e ka Dale një sekond. Bëj çik reklam o bes. Anadolak. Jo, bëj çik reklam, fol ndonjë gjë. Ja se po shoh. Bravo bubu. Bravo, ja. Nuri Ceylan. Po. Mega regjisor turk misë mi, në ata filma turq vëlla që i shikon një herë dhe të pret mendja që është turk ky regjisori. Kështu i shifeni miq, ky është. Unë kam përshtypjen që filmat turq janë ose shumë të këqij ose shumë të mirë. Jo, ky është shumë lart. Qëndron. Ndërmjet. Çka kam parë unë se O Nilsa kam një pyetje tani. Stop, çdo gjë që bën. Çfarë filmi ka të preferuar Nilsa? Më thuaj një film që ke kështu që Shiko, mos fol, ta gjeta. Lere se di vet. Ta gjeta.
Filmi jot I preferuar. Ka Fassbenderin brenda. Okej. Ka Ryan Gosling brenda. Jo, ma jo. Jo, është. Po jo, kaq keq di veten se u e kam preferuar. Ma thuaj. Ke edhe një herë tjetër. Sa ti dali nga. Ke edhe një mundësi. Ma thuaj ndim nga publiku. Tani unë nuk jam kështu që shoh shumë filma, të them të drejtën, po mbaj mend që një film që kam parë para shumë kohësh është vetëm një film që më ka ngelur mendje dhe që mund ta them kush është I preferuari im. Pritani. Më thuaj aktorin se I gjej. Me emra me titull jam shumë. Hajduti Bagdad. Është Robert De Niro. Po? Hide and Seek. Hide and Seek quhet dhe është shumë I lezetshëm. Me Dakota Fanning mo. Me atë bjondën e vogël. Po, më duket se po. Ky është filmi jot I preferuar. Po mirë, Unë se pas kam parë. Ç'është unë se pas kam parë. Po unë thash nuk shoh filma, nuk para shoh. Edhe ke pa Hide and Seek. Shiro. Po pse lutem, kaloj çik shampanjën. Po pse nuk sheh filma? Jo se nuk shoh, po nuk jam si quhen sinefil. Sinefile. Nuk jam njeriu që kulturohem me filma. Hajde si është I bukur, po që nuk është kulturim, është kalon kohën, po. Po kaloj do të ndjek, po nuk para shoh shumë. Pse prisa përgjigje tjetër. Po seriale, shef seriale? Shoh dhe seriale, po jo në një. Nuk je manjake, kështu që rri deri në 3 natës. Absolutisht, unë s'rri për muzikë. Të kishte rria deri në 3, unë rria për gjëra tamam. Shikoj abdalli. Si ca. Si ca budallë. Kuptoj. Kam edhe miq në fakt që janë sinefile. Edhe më thoi që jo, po ti s'e kupton, si nuk shkon në kinema, nuk më pëlqen. Nuk je shumë të ardhi kinema. Jam apasionuar, nuk jam. Po te muzika, çka ke në një artisti të godet në shpirt? Tani do duket shumë klishe, mund edhe të gjykohem prej shumë prej. Normal që po ti di keq. Ne të gjykuam për hajde si do të gjykojmë për këngën. Tallesh ti. Po trimti mirë. Kush? Ylli Limani? Jo, mua më pëlqen, nuk e kam frikë ta them. Mua më pëlqen Beyoncé plak. Thuaj çfarë duash. Beyoncé. Beyoncé është super artiste mo. Është mega vokal. Super artiste mo. Ore ne duam Beyoncé. Mua më pëlqen Beyoncé. Dale ti, mos fol për veten, ha. Mendoj që vlla, kujdes. Dar prit të thotë një pse I pëlqen Nilsës. Nilsa, të lutem. Mua më pëlqen. Sepse është shumë e mirë në të gjitha aspektet. Mendoj që ka një vokal ekstraordinar fare. Po? Arrin të bëj shumë zhanera, I bën shumë bukur ato. Ai albumi Country si ishte gjë? Claire, po. Për një muaj shkoj që ta shoh live. Do e shohësh live, ke pre bilet. Po kam parë edhe Renesansin, kam parë edhe OTR që ishte On the Run, po. Ishte shkurtimi OTR. OTR? Po ka qenë me Jay-Z atëre, ishte nice. Pse s'është me Jay-Z? Jo, ishte duke luajtur, po megjithëse dyshohet në fakt që mund të ndar. Tani Beyoncé e ke ndjek që të Destiny's Child? Po. O vlla, ka qenë shumë lart. Edhe mbaj më motra ma ka futur në në gjak. Ordi ndyrësir, si që mbaj më që ma tregonte, kështu që shife se kjo është shumë e mirë. Edhe tani ajo se ka me qef. Nuk e ndjek, po unë Shiko, unë Kam Beyoncé shumë artistë të tjerë që më pëlqejnë, por që mendoj që është realisht on top. Është on top, është shumë lart Beyoncé më jo, tash. Po mos negativ. Po jo, po dalë ta them dorë mendimin tim për Beyoncé. Mos e thuaj. Domethënë, për mua Beyoncé, po King B është nga këto artistet që Queen B. Mos thuaj. Jo, që domethënë e kuptoj që ka një vlerë artistike goxha me peshë në botë. Por mua personalisht për shihet e mia, mua më jep ankth. Kush më plak? Ose është gjithkohë si Beyoncé gjithashtu si domethënë nga ato që kërcen duke kënduar edhe më duket sikur më fillon më re zemra shpejt. Performuese më burr. Unë mendoj që ajo është performuese më. Edhe më duket një çik si në hipertension kështu. Beyoncé në hipertension? Është gjithmonë lart, është vetëm lart. Tani çka ke për të thënë diçka? Jo? Misteris, ke për të thënë diçka? Jo dhe ti? O besje totalisht. Mua domethënë një këngë që më pëlqen vërtet e Beyoncé është ajo Running është. Po që nuk është e Beyoncé, po që
Është edhe Beyoncé. Bonnie and Clyde në Jay-Z, ka pëlqyti kur ke qenë? Nuk dilje në emër të dashurën ti dhe mbajnë në makinë dhe vije Bonnie and Clyde. S'kam pasur as makina së dashur. Pasur s'kisha makinë, po imagjinata ime. Po flasim për të shkuarën një. Plak, Beyoncé është shumë artiste e lartë valla. Themi atë që. Po pak se po them që domethënë e di që ka vlera si artiste, po mua personalisht nuk më pëlqen. Ne vlerësojmë fakti që thot Besi, se përgjithsisht juve që dëgjoni këto budalliqet. Hajde se na goditi Nilsa, hajde. Ju që dëgjoni rock dëgjon, po? Jo më dëgjon gjithë pse si. E pa tash në rock metal jemi të fokusuar. Po vlla, unë dëgjoj Placebo valla. E po. Po një ashtu jam. Po. Një mutje. Dhe shembullin më të keq për rock janë. Pra, juve që përgjithsisht dëgjoni rock ose metal, paktën për shtypja ime, jeni shumë gjykus. Po, e vërtet. Ai është gjykus. Për zhanrat e tjerë. Edhe me të drejtë. Jo, s'është e vërtet. Ne njohim. Shikoj, jo, kam një kundër argument, sepse ne njohim gjithë Beyoncé-n, edhe dim në një gjë për Beyoncé-n. Po. Ju s'dini në një gjë për një grup post-black metali. Black metal s'di as dua të di. Po pra, domethënë ju keni një lloj paragjykimi. Shiko, edhe shiko. Hapeni. E nea do të kundërshtoj këtu. Shiko, ne dim për Beyoncé se është shumë mainstream, shumë kurse këto post-black nuk është se nga ato di Sabrina Claudio për shembull. Sabrina është e dyta e preferuara ai. E vlerësoj si artist. Jo, nuk e di. Sabrina Claudio ti sa njeh se është pa underground, s'është se është e njohur, po është pa që pa njohur sa që janë në budalliqe të gjëra. Skemi dhe. Domethënë pse është kjo që ne kemi paragjykime ndaj. Jo, e kemi. E kemi edhe me të drejtë e kemi ose budalliqe. Beyoncé. Po s'kemi paragjykime valla, ne na vjen keq tani për këta që dëgjojnë. Unë jam shumë dakord me kështu lloj muzike, po nuk është se i paragjykojmë. Edhe se kanë qef jam shumë. Valla, shiko. Por thonë që është overrated, këtu pastaj nuk arri dot ta Ore, overrated është Taylor Swift, jo Beyoncé. Jo, më dhe Taylor Swift është plero plak. Me standardet e industrisë është shumë lart. Nuk mund të thuash është nuk ta lejoj dot që të jesh kundër Beyoncé, të jesh pro Taylor. Po, Taylor Swift është shit. Jo, s'jam kundër Beyoncé fare. Po them Beyoncé ka vokal më të mirë se Taylor Swift. Plak, jo ka vokal më të mirë. Ka mega vokal. Mua di çfarë më çudit. Shiko, performancat e Taylor Swift kanë një tjetër dimension që ka arritur të nxjerrë, jo përveç lekut, ka arritur të nxjerrë një fenomen që s'ekzistonte më përpara, që ka njerëz që humbin kujtesën. Jo, humbin kujtesën nga shoku që përjetojnë një performancë tillë valla. Ore, këto janë e zgjidhem. Jo, është fenomen masiv që ndodh te Taylor Swift, kjo gjë nuk ndodh te Beyoncé. Ky është PR më shumë pak. Edhe këngët e Taylor Swift janë mos pëlqejnë fare si gjë, po që janë është e njëjta gjë si Britney Spears në vitet 90. Po ky është marketingo, jo po humbi kujtesën, jo po. Në vitet 90, nuk është më poshtë. Mirë. Si janë si performance, jo. Tash marrim të dhëna shkallë. Jo, përveç si performuese është shumë e mirë Taylor Swift, si mungon asnjë gjë. Po jo, plak është e vjellë, unë si jo intendent, unë nga jo kuptues. Që s'marr vesh nga këto, që s'dëgjoj. Unë nga Taylor Swift nuk di asnjë këngë. Po na Beyoncé di. Nga Beyoncé di shumë. Po, shumë. Crazy Love, valla, e drejt belin. Po di shumë nga Taylor Swift unë s'di asnjë. Më varet dhe ku orientohesh ti, unë për shembull, më shumë nga këto që njihen, edhe më shumë se Beyoncé, njoh Billie Eilish. Se më pëlqen valla, e kam fiksim jetë. Kjo është më pëlqen valla, e kam fiksim jetë. Unë dua të vdes duke dëgjuar këngën. Sa më për Billie Eilish, çfarë mendimi ke? Të pëlqen? Po, ka të shumë po, shumë nice. Po në një artist tjetër, se do të spektrin tënd artistik ku rreth nis. Po unë përgjithsisht dëgjoj muzikë R&B 95, 2005. E ke atë shoqën Faleminderit. Alaja, dëgjom kështu. Na thuaj sa emra dua. Po tani Toni Braxton, Toni Braxton. Po nuk jam underground ta asaj periudhe. Këto që kanë qenë Ashëri, R. Kelly. Po mos ata kanë qenë rap.
Plaka rëmbia në vitet 2000 ka qenë mirë. Shiko, P Diddy s'ka asnjë këngë bukur plak. Jo, më vetëm atë ka. Atë ka produce shumë. Po, ka producer shumë. Shiko, o mi ka produciuar. Dale ti ha pak syt këtyre qorave, këtyre miqve të mi të verbër. Për çfarë? P Diddy vlla nuk bën asgjë. Ka një studio, vjen njerëz të regjistrojnë këngë. Dalë s'bën asgjë. Po tallesh ti. Po pse kot është bërë aq i famshëm edhe producer është i Malendi më plak, nuk është P Diddy producer. Ore, edhe P Diddy nuk e ka marrë kot atë famë dhe atë pushtet. Po ka pas lek më vlla. Po lek ka shumë që kanë lekë, nuk është ke lekë edhe me. Jo pra, nuk mund ta quash se Dr. Dre është producer o plak tani, kanë nxjerr mira artistë. Po dhe P Diddy ka diçka e ka bërë që e ka marrë atë lloj pushteti. Ka mund ta mohoj supremacinë e West Side-it mbi East Side. Jo plak. Ktu smar vesh undes. E ke më dalë këtë podcast tani. Eminem, Tupac, Dr. Dre, kundra P Diddy dhe Notorious B.I.G. Sa stresi noise i kaloi muhabeti tani. Do sjemi në fund të këtij podcasti. Snoop Dogg te West Side. Po pra, po është Jay-Z, Bigu dhe gjithë ato. Kurse këtu janë ikonat e hip-hopit, këte nga ana tjetër. Kurse këtu është vetëm P Diddy që është thjesht i di me emrin dhe ka një cover që është kënga vetë më e njohme. I'll be watching you. Edhe s'ka si këngë tjetër. Ku çfarë po themi jo? Po Jay-Z-a i di emrin, po nuk ka këngë të bukura, i di me emrin edhe. Le të shfryhet. Çfarë këngë të bukura ka? Këngën më të bukur e ka bashkëpunim me Linkin Park. Plak, ai është shumë album i mirë. Nëse kalojmë në një muhabet tjetër. West Side është ka super. West Side is the best. Ka të dajforat këtu në Shqipëri. Më jep të mund që lëngje nga ato. Do Berevoçka që ka mbaruar. Divorcka. Si quhet? O Bes, do kalojmë pak te tema aktualitet. Futboll. Ma e është futbollin e koto burse, fola dhe çikmenisë, çe kishte çuar ato temat me futbollin. Po sepse në datë 7 është Shqipëri-Serbi. Shqipëri-Serbi. Under 18 apo jo më e madhja. Adult content. E rëndësishmja. Edhe ç'a bëhet në këtë rast? Edhe doja të diskutonim çik të patriotizmin e madh të Shiko, plak, që është përthen kështu nga hiçi. Ne fatkeqësisht jemi një popull që vetëm kur luan kombëtarja tregojmë patriotizmin. Kështu që e mbylla këtë muhabet pa nisur fare valla. Po këtë e dim të gjithë, po çfarë mund të bëjmë në një gjë që ta ulim çikandeshja dhe ta kthejmë. Ne fituar zjermi Eurovisionin pra, çka këta shqiptarë që janë 10 milionë shqiptarë që janë votuan këta. Po nuk është si votimi ajo. Po çfarë votuan? Votuan në këngën e Estonisë, atë plerën e Estonisë. Mos na kthen në Eurovision se s'ka lidhje ajo. E po ropt ku ti kem pra Eurovisionin dhe ku drejtë shikon mami. Nga votat e publikut. Mos na ktheni në Eurovision mos e se haruam njëra atë. Mori shumë. Është politike. Nga juritë e shteteve mori pak, e kupton këtë? E kupton? Po çike pra. Ti idiot. Oni që më thuaj pak të si të duket ty patriotizmi i shqiptarit? Ti si gocë moderne në këtë si të duket? Kur vjen puna te patriotizmi në përgjithësi, domethënë sa duam në vendin. Domethënë për ndeshjen okay të ketë ose kur ka kur është në një shqiptar që bëhet fenomen dhe bëhet ndërkombëtar, patriotizmi jon shpërthen. Si Blero për shkakun. Po themi si ndeshja Serbi-Shqipëri. Po pra, domethënë kur është një gjë shqiptare që bëhet fenomen, plas patriotizmi jon, qoftë kjo skuadra futbolli, Shqipëria në Eurovision, ose qoftë Dua Lipa. Bravo, kupton? Bëhemi gjithë shumë patriot. Pastaj jemi Shqipëria s'bëhet, Shqipëria kështu, Shqipëria shumë, jemi të këqij, jemi. E kam problemi me këto gjërat e vogla që bën në përditshmëri. Si për shembull kur shikoj akoma sot e kësaj dite, mboj mike. Pastaj më fal. Janë ata tipat, jo mos të fal, nuk falen. Sa thua Nilsa na ky muhabet vetëm. Ideja është ku do ta tregosh patriotizmin tjetër por tash se. Te fakti që e thplerat nga makina. Ose që nuk respekton njëri tjetrin. Ne ka të bëjë me patriotizmin për sa kohë ti ndihesh krenar për një aspekt të qenurit shqiptar dhe
Përderisa ti duhet të ndjesh krenar nëse bën dhe gjëra të tjera përveç se që kanë bën dhe me ty, jo vetëm me ato çfarë ndodhin përreth teje. Dhe që dalin në televizor. Po, sepse ne ndjehemi krenar, dhe kjo është patriotik, kështu e kuptoj unë paktën, ne ndjehemi krenar me gjëra të jashtme që na ndodhin, që janë fat, janë Dua Lipa, është ndeshja, fitojmë Rita Ora. Dhe ndërkohë me gjërat që ne kemi në dorë për të bërë vetë, nuk ndjehemi dot krenar sepse ta themi tash në trafik apo në shajmi me rob kështu nuk kemi ndjenjë sociale. Një foto na ndau komplet, ajo foto që del gjithmonë pas zgjedhjeve, që Jugu dele, veriu... Jo dele, këta... Do të thënë, ne jemi një popull që kemi kaq të rrënjosur... Mezi presim të ndajemi, jemi kështu... Se kemi të rrënjosur, është fenomen shumë i ri... Po fal një sekond, po bie gjë borje? Po bie një borje jashtë, po... Është shumë fenomen... Është shumë fenomen i ri kjo ndasia ju... Fal edhe një herë. Ndasia jug-veri, ose tani që është transferuar te partit, se një parti ka marrë veriun e këto nuk është... Ka qenë gjithmonë kjo? Jo, ka qenë në kohën e monizmit ka lind. Kjo gjë nuk ka ekzistuar në historinë e Shqipërisë, nuk ka ndodhur ndonjëherë. Nuk ka kemi prezente tani, pa leç s'ka qenë. Tani e kemi. E ke prezente. Unë nuk e shoh shumë të plerat të këto, se ti për shembull shkon në Gjermani nuk i hedh plerat, por kjo s'do të thënë që ti je krenar që je gjerman. Jo, pra unë e shikoj si dashuri për vendin tim. Ajo është gjë sociale që ti bindesh ca rregulla sociale. Është çështje respekti për vendin tënd. Ti kur s'ke respekt për vendin tënd që e hedh plerën apo nuk e respekton apo. Se respekton vendin tënd. Mungesë edukate, më bosh mungesë kulture tani. Ore s'të vjen gjuna për vendin tënd, më. Po s'është për vend. Po s'është te gjunafja. Po jo mos, unë jam çik me besin olla se tani. Po tash si s'qen ka, s'është ti s'është ajo po cila është. Shqiptari për shqiptarin është ujk, është i keq. S'po mohojmë këtë gjën, por nuk e shoh të plerat këtë gjën. Çka kishte? Përderisa ti nuk e bën në Gjermani ose në Amerikë këtë gjën. Ore mora një shembull, nuk është gjithë vetëm te një pler. Në Gjermani sepse je krenar se je gjerman ose ndihesh shumë gjerman dhe prandaj nuk i hedh plerat në Gjermani. Po pra se kanë krijuar një gjë sociale që respektojnë vendin e tyre. Po s'ka të bëj me gjermanizmin ajo gjë. Po si s'ka të bëjë? Mund të jesh në një vend që nuk ekziston fare asnjë ndjenjë nacionalizmi. Pritë mu gjen një banane në dorë një moment. Mos e haj vlla. Shikoni tani. Ore, prap respekti për vendin është një detaj ky i plerave ose u kapët me këtë të plerave. Është një detaj shumë është një detaj është njëra nga shumë gjërat. Ama dhe kjo duhet të dhëmbë vendi yt, të dhëmbë rruga që shkelo plak. Si që nga ky patriotizmi, kush është patriotizmi? Hajtë thrasim për ndeshjen, kaq është. Patriotizmi është e para të njohësh historinë. Se ajo të lidh. Nëse ti je pjesë e një familje dhe ti nuk e di kush është mami dhe babi, si çeke krenar që je pjesë e kësaj familje. Dakor, kjo është edhe para fare, është nuk është vetëm kjo, janë disa gjëra. E lehtë e historisë. Po pra, që të di kush është dita pavarësisë dhe ta dalloj nga çlirimi se ne i kemi shumë afër. Dhe di kush janë 3-4 figurat kryesore dhe çka kanë bën në gjë të vogël. Po kjo është një gjë tjetër. Njëra është mos e thënë. Aty nis shumë e thellë. Aty nis. Po ne quajmë shumë thella, ne shikon ne kemi shumë pa kohë. Jo, ne quajmë shumë thella gjërat që ty në Angli nuk ta japin shtetësinë, nëse ti nuk i di ato gjërat në Angli. Se kush e ka mos e çoaj lart për ta ulin me çik me gjërat, un prandaj mora shembull të plerave, që ta ulin me çik gjërat që kemi të prekshme. Jo Anglia, jo po. Prandaj po them mos e bëjmë kaq të thellë dhe kaq kështu. Gjërat të vogla. Kjo që po them unë është arsyeja pse ti nuk e ke këtë respekt për vendin tat. Po nuk po them ta gjejmë arsyeën se të gjithë e dimë arsyeën, po çfarë bëjmë ne? Çfarë të bëjmë në përditshmëri? Fillon te plerat apo? Jo pra, po ti nëse nuk e di çfarë vlerë ka ajo. Nuk është shqiptar ky. Po jo pra, nëse nuk e di çfarë vlerë ka vendi dhe pse? Sepse Skënderbeu ka luftu, sepse Ismail Qemali ka bërë këtë gjën, etj. Po me këto mburemi kur kanë ndeshje, me Skënderbeu mburemi kur kanë ndeshje. Nëse ti nuk i di këto, i hedh plerat. Nëse ti i di këto, nuk i hedh plerat. Unë mendoj që një gjë që duhet të dimë ne njëherë si shqiptar që na mungon është të jetojmë komunitet. Po ditën këtë i kemi ditur gjitha, pastaj dimë edhe që të mos hedhim plerat, dimë edhe që po kjo është universale për njeriu. Ti në komunitet jeton dhe në Gjermani dhe duhet ta dish këtë gjë që ti jetosh komunitet, kudo që ti jesh. Nuk ka të bëjë me të dim komunitetin shqiptar një pastaj. Po dakor, po na plas ne për Gjermaninë.
Duhet të dim këtu Ne po flasim për patriotizëm. Natalia foli. Po. Kjo është të jesh qytetar i mirë, të dish të jetosh komunitet, s'ka lidhje me patriotizmin. Edhe të mësuarit të plerave, s'ka lidhje, po të vendosën sanksione, mëson. Mund të jesh dhe patrioti keq amerikan, nuk ti e shan Amerikën. Pse merrni shembull jashtë po blaq, pse si Ore e shan Shqipërinë nga mjesi deri në darkë, po ama plerat i hedh shumë mirë, nuk shan asnjë. Se merrni vetëm shembull Gjermani, Angli, Amerikë, më plak. Shqiptar nuk hedh plera në rrugë, je qytetar model, po nuk je patriot. Shembull nga Amerika. Ore dalin se u trash muhabeti. Onilsa Nisa ashtu. Si ndihesh me këtë konceptin e patriotizmit ti për shembull si person vet? Është një gjë shumë e thellë për mua që as nuk më intereson. Po se je patriot që je shqiptar, domethënë të pëlqen. Do patjetër më që jam krenare për ato gjëra që jam krenare, se doja edhe ta thoja në fakt edhe pse ne po bëjmë të diskutime edhe ne këtu, përfshirë edhe mua, pak të flas për vete, jam në fakt krenare kur fiton Shqipëria me Serbinë. E shaj edhe unë Serbin nga Serbi. Jam krenare që kemi Dua Lipën, jam krenare. Tash ti ke pasur një mundësi për të ikur nga Shqipëria? Mundësinë ose e ke menduar? Po, kam menduar, po. Pse s'e ke? Vëllëm të ikësh ti ne. Po pse do çfarë do mbasi që do me kam. Jo motivet. Po e mendoj, vazhdimisht në fakt e mendoj. Domethënë e ken në back of your head. Po, nëse do kem një nëse do e kem, mundësia nuk vjen asnjëherë, po unë asnjëherë s'kam kërkuar aktivisht për të ikur. Pse e mendon? Çfarë të bën të mendosh që jeta jote do ishte më mirë jashtë për shkakun? Unë mendoj këtë, deri vonë është edhe ky vala që ka ndodhur tani dhe mendoj që një pjesë shumë e madhe e njerëzve që kanë ikur jashtë kanë ikur pak edhe në histerizëm e sipër, mendoj unë. Ka qenë pa menduar mirë ke fjalë. E pa menduar mirë, jo detyrimisht, se unë e kuptoj që ka pasur një arsye shumë të fortë pse kanë ikur. Të njëjtat arsye ose shumica aty. Ekonomike është zakonisht po. Pse edhe unë dua të iki. Unë jo, se unë kam qenë shumë e pasur. Ti ke prono. Kam qenë kolektiv. Ti ke shpi poliçano, do tallesh ti. Po mendoj që pak një val dëgjoja njerëz që iknin sepse kishin me vërtet nevojë, po dëgjoja edhe ca që histerizëm në sensin që do ikin se Gjermania është shumë e mirë atje t'japin ty kaq është, këtu është kaq të pish një kafe, atje është më pak të del rroga. Domethënë e menduan shumë fush me lule dhe tani disa prej tyre njoh dhe e kanë kuptuar dhe ata që në fakt nuk është ashtu. Unë mendoj që po flas nga ata që unë njoh, nga njerëzit që unë njoh. Që kanë qenë të shumë pakësisht. Pse kanë ikur shumë njerëz? Shumë njerëz nga jeta ime, shoqëri, shumë njerëz që kanë ikur, që ikën me këtë idenë që do gjenin ëndrrën atje është thjesht një vend tjetër, jo me këtë halle që kanë në Shqipëri, po me halle të tjera, me hallin për faktin që je emigrant, që duhet bësh letra, që nuk pranohesh në shoqërinë e tyre, je vetëm, 100 halle të tjera, pra menduan që do ikin që këtu dhe do gjejnë lumturinë. Unë mendoj që në fakt lumturia duhet gjetur këtu dhe pastaj ti vendos që të shkosh diku jashtë me atë lumturi që ke gjetur brenda vetes. Po, se pra shumë serioze tani po. Jo më konkret, jo. Mendoj që është mendim i vërtetë. Jo më të shkosh me një bazë në nuk duhet të shkosh për të gjetur lumturinë, më tepër se sa duhet të shkosh për të përmirësuar kushtet e tua dhe ambientin që ti do që të rrethoj. Mendoj që lumturinë ti duhet ta gjesh këtu me këto kushte që ke, sepse lumturinë nuk ta bën rruga e prishur apo nuk ta prish rruga e prishur apo plerat apo ti lumturinë fakt është pak më thellë, është më emocionale, mund ta gjesh kudo, mund ta gjesh te njerëzit e afërt, të gjente vetja jote, të pranuarit vetes tënde. Po jo tani. Po la ka shumë bukur. Te pronat që keni në Tiranë. Shtëpia Poliçanda tani, tallesh ti. Pra, po është shumë bukur, është rrilli i bukur ajo, pse ma pret të ta bëj. Lumturia, nëse arrin ta gjesh këtu, arrin ta transferosh edhe në një vend tjetër, ke fjalën, po të zhvillohesh më shumë. Po e gjete merr ku të duash, pastaj po jo për të ikur me idenë që atje ndodhet, atje do jemi lumtur, atje do jemi qetë, atje do jem me lek, atje do jem. Jo, atje do jesh një qytetar tjetër me ca halle më pak ose me ca halle të tjera.
Po, pastaj tani nëse je këtu i depresionuar do jesh dhe në Gjermani dhe në Amerikë madje mos më keq se është ajo që do jesh vetëm, nuk të qas njëri, nëse në Amerikë qasen, në Europë. Ka përshtypjen që kjo kanë domethënë ti që do ish nëse në Amerikë kujdes. E dëgjove Nilsen, kujdes. Që kanë përshtypjen që ky boshllëku që thot Nilsa që se kanë gjetur dot njerëzit këtu dhe janë përpikur ta gjejnë jashtë, kanë ndikuar shumë sidomos në vitet e kaluara. Domethënë këta që kanë ikur për të gjetur këtë lumturinë andej që se kanë gjetur dot. Ka shumë që kanë gënyer që thonë e gjetëm këtej. Edhe gjithë të tjerët janë lëshuar aq se e gjetën këta. Është një fill shumë i holl që i ndanë, sepse ndonjëherë kur e bëj këtë diskutim edhe me shoqërinë time thonë që jo, se këtu në fakt ka shumë gjëra që nuk shkojnë. Po, ka shumë gjëra që nuk shkojnë këtu, po duhet ta ndash çfarë po ta shkakton këtë pa lumturi ose këtë mungesë kënaqësie ose plotësimi me veten, apo ta shkaktojnë këto gjëra që ndodhin, apo po ta shkakton ajo që ti ke. Se domethënë unë fakt çdo ditë stresohem, çdo ditë trafiku shumë i keq, plerat, njerëzit që shajnë, komshin që nuk merresh vesh, patjetër. Ama unë jam e lumtur se jam e shëndetshme, jam e lumtur se kam një familje, njerëz që më duan, ata janë të shëndetshëm, nuk kam pasur, kam një qenush, kam një macushe, kam një punë që e shijoj, kam një të ardhur konstante, bëj gjërat hobit që un kam qef. Po janë faktorë që e bëjnë jetën e bukur. Në fund të ditës, para se të mbyll syt këto janë në darkë, them që në fakt ndihem e plotësuar dhe nëse diçka nuk më shkon mirë, dhe nëse ka faktorë të jashtëm që nuk më shkojnë mirë. Nëse un arrit të them këtë gjë, atëherë un mendoj që jam gati për të ikur dhe jashtë. Që me faktorët e jashtëm që do kem, që do tentojnë të ma prishin stabilitetin ose lumturinë time, të jem e gatshme për të përballuar dhe atje. Siç mund të jem e gatshme për të përballuar këtu. Unë kam shumë shoqëri që jetojnë në Gjermani specifikisht, që stresohen nga mëngjesi në darkë se do 3 javë të dalë një letër që të thotë që po ti mundet të marrësh letrat këtu te kjo lagja. Kanë ato avazet atë. Bullishet e veta. Ata stresohen atje, gjithkund do stresohesh, gjithkund do depresionohesh. Është me stresa. Tua të depresionit, se dhe unë thash jam e lumtur. Po gënjeshtra janë ato. Po kjo që thua ti është shumë e vërtetë, shumë njerëz këtë e thon. Po kanë gënyer shumë. Unë e kuptoj kur e kam pasur ndoshta atyre në kohën çiknin në Greqi që më vinin kushurinë, mua më thonë se atje parajsa andej po. Dëshë pronari atje. Dinë se lakta, e prodhoj laktën për grekun ata se prodhojnë për shqiptarin, prandaj është e mirë. Ka shije ndryshe. Është mirë, shumë mirë la. Ka dhe njerëz që janë me vërtet më të lumtur që kanë ik. Po normale. Mos ta përjashtojmë disa kategorinë. Ora ka që ju ka ndryshuar jeta, ju ka transportuar jetën, nuk është se. Po që janë më mirë. Pastaj që me vërtet janë keq dhe që të mos përballen me dështimin është normale, mo ikën, mund të dështosh, do shoki, dështove, nuk të eci, ktheu, provo diçka tjetër. Nga që nuk e pranojnë do dështimin vetes vet një herë, se pranojnë dot. Po jo në sy të dikujt tjetër, gënjejnë dhe bëjnë këtë që. Po ka dhe shumë që nuk kthehen, rinë andej keq dhe nuk kthehen vetëm që të thonë që ore dështova andej. Po plak. Po, vazhdojnë dështojnë. Ne ndërkohë dështojmë këtu. Ditë për ditë. Po shiko, edhe të dështosh për ditë është shumë gjë e vështirë. Ideja është që unë mendoj që një nga faktorët kryesorë që shkakton domethënë këtë palumturinë kur ikin njerëzit jashtë është thjesht vetmia, domethënë thjesht i vetëm në një vend. Ka shumë faktorë. Patjetër që ka shumë faktorë, nuk diskutohet, po mund të them që kryesorja është vetmia, domethënë është ndryshe kur flasim për ata të rinj që ikin me studime, okay, e kupton, është më ndryshe se je në një moshë më të re, do shkosh në shkollë, do kesh integrohesh më kollaj. Po më pas, sidomos këta brezat që janë çik më që gjaj ke ndërtuar një gjë këtu. Nuk ka fjalë shive për gjë. Si ska tashmë ka. Të krijosh shoqëri në punë, sidomos në një kulturë në Europë harroje. Po, në Europë harroje. Mos më trego mua Europën. Unë 2 muaj kam jetuar jashtë shtetit. Maksimum. Shumë pak. Po, me thënë drejtën, ja kam kalu shumë mirë. Po normal ose 2 muaj. Shiko, mos thuaj kam jetuar. Thuaj kam qenë me Erasmus, jo kam jetuar. Mirë. Jo, shiko, po mos isha me Xhenin
që do ndërtonim jetën bashkë. Do kishe qëndruar andaj. Patjetër ata. Po nuk është aq e thjeshtë, se Jo, 2 muaj. Kur isha atje, ashtu e mendoja që du të ri këtu Po edhe. ne, po 2 muaj nuk Se ja kalon e bukur. Se do isha në Azerbajxhan 5 ditë, edhe ishte shumë bukur. Po jo, pra është Po çfarë flet më në 2 muaj ti krijon një përditshmëri aty që duket është shumë ka shumë pak për mua flas, kishte shumë pak strese. Po ke më pak strese sepse nuk të është dashur që do të gjesh një shtëpi me qira, nuk të është dashur që të gjesh një shtëpi me qira. Nuk të është dashur që të integrohesh në shoqëri, që po flas në shoqëri thelbësore, që të kesh shoqëri afatgjatë që kur të smuresh ti mos vdesësh nga gripi, po të vi dikush të të sjellë një talon hotel. Jo. Kam që bër sot vëllai. Janë edhe anes janë kafsh njerëzit se i kemi bë, janë mund të ketë shtete specifike. Aty ku isha unë për shembull ishin njerëzit siç kanë qenë këtu në vitet 90. Ku isha ti ne? Që në momentin që ne kemi zbrit ne na ofronin ndihmë edhe në rrugë. Në Vigo isha ti ne? Jo, isha në Orense. Në Orense, Spanjë. Është afër oqeanit. E mo, shiko prap ishte njerëzit flisnin në autobus, preknin fëmijë që tani nuk lejohet. Ama se është bë, ama se është bë kjo gjëja kështu si pedofili. Një fëmijë të vjen ta prekësh edhe osa çuni bukur. Se na jeni bë kështu si pedofilia lart e poshtë. Sidomos kur janë të mirë. Kjo gjëja se është ndrim temi është shumë e keqe në fakt për fëmijët që ne nuk i ofrojmë afrimitet, sepse mami do kujtoj se ky është pedofil. Jo, aty në ato buzë, sa fëmijë i bukur, ishte situata siç ka qenë këtu në Kotenverit. Flisnin gjithë me njëri tjetrin. Se koha e Enveri. Jo Enveri, po njerëzit kanë qenë shumë më të afërt. Tani njerëzit ka vetëm atë situatën sociale në klub, ajo. Ne te pallati jon komunikojmë me njëri tjetrin me letrat ngjitme me ngjitës në mur. Po. Nuk i themi do të shikoj zotrim mos e hiq, mos e hidh atë cigaren aty te shkallët. Vlla më kanë frikë në pallati. Shikoj se ju po hidhni cigare dhe ku diun, bëjmë nga këto komunikimet indirekte. Në atë që thotë ne ka humbur pak komuniteti që e tha dhe e preku dhe mikesha ime çfarë? Kudo. Po jo, pra aty nuk ishte valla. Aty ku isha unë eksperjenca nga që ishte qytet, nuk ishte qytet, ishte qytet. Nuk ishte kjo si eksperiencë. Ti ke pa për 2 muaj o plak, e pa shumë pak. Ti na erdhe me shumë informacione, po do ju jap edhe unë një kështu informacion interesant. Në fakt është bërë një studim që besoj unë vërteton edhe faktin që kushdo që jeton në komunitet janë në fakt edhe njerëz më të lumtur. Por studimi është bërë për gratë që sapo kanë lindur, postpartum, nuk gati, depresioni postpartum nuk ekziston, gati nuk ekziston te gratë sepse tek ato gra që jetojnë në komunitet, pra që jetojnë në shumë që ka njerëz që ndihmojnë, jo me vjerën, sa më i madh jetë komuniteti, për shembull këto që kanë pasetuar atëre që nuk njihej në Shqipëri më përpara depresioni postpartum, sepse jetonin familje të mëdha, jetonte kunata, vjerri, mande njëra, ti kishe kohë për të bërë një dush, ke kohë për të bërë diçka, ke për të gatuar, dikush tjetër. Edhe atëherë nuk ekzistonte depresioni kësaj? Është bërë studim, jo atëherë, po është studim. Mbasi lind. Nënat që janë, që sapo kanë lindur. Po? Se ndoshta e bëra dhe unë çorap. Pra, nënat që sapo kanë lindur, njihen që kanë depresion postpartum është tipik. Tani që po flasim me fjalë. Gjithmonë. Po se tani janë shumë të shkëputur, është vetëm çifti, lindin fëmijë dhe është vetëm çifti, nuk ka. Domethënë është një gjë që ekziston. Pra nëse ti je e izoluar në sensin që jeton çifti me maksimumi me një prind që i ndihmon, sa më izoluar të jesh, aq më i madh është depresioni. Aq më i lartë është depresioni, pastaj kjo varet është edhe individuale, por është bërë studimi që në ato komunitete ku ekziston ky shpirti që kanë jetuar një familje e madhe ose janë 2-3 familje, 2-3 kurora që jetojnë brenda një shtëpie, depresioni postpartum gati nuk ekziston fare. Më në thelbi kthehemi asaj që ku ishte ti në Poliçan që kujtove atë që kishe shumë lekë dhe ishe më e lumtur. E ka bë shtëpi në Poliçan Airbnb dhe po na vjen këtu tani po na e mend tani jo po mos ikni shqiptar tani po.
Po kjo ndjesi e komunitetit është shumë plotësuese. Tani vëlla se e bëm sterë fare, do kalojnë një temë. Do kalojnë një temë se po e flisim me një mikun tim. Jo, do flasim për një temë. Lulet. Jo më vëlla. Po ka të bëjë me lulet, po ka të bëjë me martesën. O Nilsa. Po. Më thuaj me që jetojmë në komunitet. Një version perfekt i propozimit për martesë mund të bëndë një djalë ty. Ose një vajzë. Varet. Unë nuk e di perfektin, po di të kundërtën e perfektin. Si është? Ja të që zhua. Atë e ka shumë të qartë. Nilsa që ka zjarë fare dhe Nilsa do e marrin prapë. Unë mendoj që më të mërshmja fare fillon domethënë niveli i parë është të jetë në publik me shumë njerëz, sa më shumë njerëz aq më keq. Aq më siklet është. Po. Dhe e di pse, mund ta elaboroj këtë. Po, ta lutem elaboroj. Nëse mundem, sepse mendoj që është në një mënyrë, në një farë mënyre, një teknik manipulimi për që të thuash po. Thuaj po, nga që po të shikojnë këto tash edhe thuaj po. Se turp nga këta. Po gjithsesi mendoj që është një gjë shumë intime për ta ndarë më shumë njerëz, është kot më duket. Do e preferoja më private, domethënë të ishte më. Jo, do preferoja private fare. Diskrete. Dhe pastaj tjetra, niveli tjetër, që është mendoj pastaj shumë i keq, është të propozojnë të Disneylandi në Paris. Ajo është do nëse dikush. Po pse e çaka? Miqtë mi, kush ka planifikuar të propozojë për martesë në Disneyland, anulloni biletat, anulloni të gjitha çka keni. Shkoni në një vend tjetër, miqtë mi. Është dukuni. E drejtë, nuk mund të propozoj. Te Disneylandi në Paris vetëm po të jetë fëmijë. Amor, se na e bën tani unë duhet ta bëj klip të çfarë bëj klip saj. Çfarë bëj klip saj, më thuaj. Propozon për martesën e Disneylandit. Ne kemi prindër edhe ne ndjekim dhe prindër. Bes tani kota. Jo, më nuk e dija që ishte gjë që ka propozime në Disneyland. Po pra si në Disneyland vëlla. Kam unë kam parë, janë. Si ulen në gjunjë dhe nxjerr ato, a do ti të bësh gruaja ime? Edhe mbrapa është Mickey Mouse dhe Minnie. Jo, është gjithë Disneyland. Edhe Pluto. Ka njerëz të panjohur. Vlla, për mendimin tim, shiko, është edhe kjo, se ka qenë ai, për shembull, një nga filmat e mi komedi të preferuar është ajo Anger Management. Ma jep dorën këtu. Ti takojmë gishtat bashkë. Kush është? Me Adam Sandler, Jack Nicholson. Get room, po Po shiko, ajo ka një kuptim. Se është ideja që Anger Management me Adam Sandler që ka dhe Jack Nicholson. Edhe Jack Nicholson, që Jack Nicholson është psikolog. O Nilsa, po më zgjenjen keq fare. E pa e tha Nilsa që nuk shikon. Ideja është këtu që ky tipi kishte shumë problem edhe të puthej në publik, me edhe ishte si tipi introvert. Edhe kjo e dashur domethënë gjithmonë ja vinte në domethënë e kritikonte që i thoshte që ne jemi bashkë edhe nuk ke pse duhet të kesh siklet nga njerëzit e tjerë se edhe ky për t'i treguar pastaj që e donte vërtet i propozoi në stadium. Të më shkoj në stadium është e bukur, pse? Pa ma kjo e kishte një farë koncepti që ai e propozoi në stadium vetëm t'i tregonte që unë jam e ka maq siklet këtë gjën, po vetëm për ty po e bëj. Për këtë domethënë edhe mua nëse do më thotë dikush që shikoj mos më propozo kurrë në Disneyland. Ti duhet ta mendosh. Unë vetëm për ty po të propozoj në Disneyland. Po ti nice çfarë mendon për propozimin në Disneyland? Edhe unë jam me Nilsën, nuk i kanë qenë këto gjëra që bëhen publike, po. Po si do ishte perfektja për shembull në botën tënde Cinderella story, ku diun? Në Poliçan. O plak Poliçan është një shtëpi jote. Airbnb. Sa i hidhur. Flet rrallë, por ai se Mr. X. Ka konflikte. Pastaj çip gratë nuk dish duan. Hëgjënsuela. Këto gjërat shumë publike, nuk është më pëlqen, në thënë drejtën, edhe propozimi kështu si koncept. Si gjë, pse? Kupton, domethënë, ku di unë, duket sikur është bërë shumë kështu që njerëzit futen në një marrëdhënie tani rrin me vite dhe presin që dikush duhet t'i propozojë. Unë e di, mendoj se është si një flow që ne e dimë. Po, në fakt po. Dhe do përfundojmë bashkë. E do dhe ajo është si shënjuese, jo se se ka një koncept, më falë të ndërpreva, po. Ka një keq kuptim kanë përshtypjen nga filmat amerikanë, sepse mendoj që amerikanët janë pak budallëj.
sepse të gjithë filmat që ne kemi parë, nuk e di nëse kjo është realiteti, po të gjithë filmat që ne kemi parë kanë qenë nga 2-3 muaj të lidhur, 6 muaj dhe bam direkt u nazën. Dhe këto gosat janë sigurisht që je e surprizuar që pas 6 muajsh dikush po të cilë nazën, në kupton va tjetër që po martohemi. Okay. Ne kemi 5 vjet më. Por kur kemi 5 vite bashkë dhe po më cilë nazën nuk është as pak surprizuese, dhe sepse ti e di që kjo po shkon diku dhe eksaktësisht se ku. Po ai si gjëhes po është një gjë nice. Ka lezetin e vetë tash, nuk është patjetër, domethënë, tradicë tepër. Po nuk është se kam të nevojshme, domethënë është më duket sikur këto kohët e fundit është bërë shumë kështu që dikush duhet të të propozojë se shoh për shembull edhe shumë njerëz jashtë sidomos në Amerikë. Në Greqi. Në Fier. Jo vetëm në për filma, e kanë shumë si kulturë, domethënë është bërë kështu kjo që we don't know where things are going unless you propose, e kupton? Ka më shumë komedira, filma. Po jo në për filma, se këtë po them, nuk e shoh vetëm në për filma, e shoh njerëz që komentojnë dhe që flasin për këto gjëra, e kupton? Edhe nuk më pëlqen, domethënë nëse ti ke X e pa dhe kjo është prapë me kulturë filmave është edhe kjo. Mund të jap dhe unë një mendim? Jo. Ti mund të japësh vetëm informacione. Ti ne mund të japësh statistika. Sa çifte propozohen në vit në Disneyland. Mendoj që martesa dhe propozimi janë shpallje. Domethënë nuk janë thjesht gjë intime. Gjën intime ti e ke që e ke. Është shpallje vetë fakti që ti kur bën një martesë, qoftë në versionin laik, qoftë versionin fetar, ti do involvosh dhe një person tret minimalisht përveç dëshmitarëve. Më thënë është diçka publike, nuk është aq private. Më thënë është një lloj martesa është institucionale dhe i detyruar ta involvosh personin tjetër. Është shpallje. Kurse fejesa, propozimi është një gjë shumë personale, është pak a shumë një marrëveshje. Është një shpallje, ti e di ku je me atë personin. Nuk është se di dhe duhet ai propozimi. Po vetë akti i propozimit është akti i shpalljes që duhet ta marrë vesh bota. Dhe mu më bën sens bota më e merr vesh personi tjetër që ti e di që ti e di nivelin e dashurisë. Po jo mos e ka dhe njerëz që nivelin e marrëdhënies është tjerë. Po ka njerëz që rinë nga 10 vite, 15 vite bashkë dhe ajo si gjë, si ide ka të bëjë me shpalljen. Do të thënë un po shpall që po jo më ja shpall personit hiri. Ja shpall të dashurës. Në vetvete ta bësh në stadium ose në Disneyland që ta marrë vesh ata atje, domethënë mund ta bësh. Nuk është si thush, jo domosdoshmërisht duhet ta bësh në stadium, mund ta bësh dhe privatisht, po që fakti që ti e bën stadium nuk ka asnjë gjë të keqe, se vetë martesa dhe ku di unë është një shpallje. Jo, po dhe në stadium personi i tretë është stadiumi. Por ndryshe mos e bëj fare, ti je që je me atë robin, jeton me atë personin dhe kaq. A mos e ka dhe pak lezet kur e bën kështu? Ka shumë lezet situatën. Ka shumë lezet. Mua më pëlqen shumë propozimi. Je në publik tani, ulem aty në gjyqin Natali, a mendon ti se ne si bëhet propozimi, se kam mendon. Po jo, ti s'dike që ku ti dish. Shiko, me fe. Ore po është propozim. Nuk është aksion. Me fe. Doti Natali. Për shembull me fen që jam unë jam katolik, bësh me xhenin. Martesa është sakrament. Do të thënë dhe si gjithë sakramentet e tjera, që është një gjë shumë e shenjtë, është ka të bëjë me shumë njerëz valla. Ti kur e bën atë ceremoninë fton shumë njerëz të tjerë. Unë që s'kam fe, për shembull për mua propozimi është i shpall dashurinë personit tjetër, kaq. Po ai e di pra, nuk është se surprizohet nga ajo. Po prap është vet propozimi është akti i shpalljes, është sikur bësh kalorës. Ore dua të thënë nuk ka kuptim që ti bësh me i dhomë të mbyllur, bësh me i ceremoni që ka dhe njerëz të tjerë që marrin pjesë. Ti po thua që propozimi është shpallje për një person të tretë. Unë po them që propozimi është shpallje për atë person, që është thjesht përforcim i asaj gjës, jo shpallje për një person të tretë. Obes. Është për botën, jo për një person të tretë, është për botën përgjithësi, ai personi i tretë. Për mua nuk është fare për të tretë. Dërmjetës. Po pra dhe bota personi i tretë. Kryetari i bashkisë që bën celebrimin ose për mendimin tim nuk është për të tretën. Edhe dëshmitarët. Ore ju kot po flisni. O miseri, çfarë mendon për këtë çështje ti? Faleminderit, pusho. Më thuaj, se jam gjithë vesh.
Shprehje dashurie, siç thotë Nea, po e Nea thotë është për personin e tretë. Po, jo, ka drejt besi që mund të Po ti e ke bërë ndërkohë kur ke 10 vjet me atë personin, ti e ke bërë shpalljen atij të personit. Po mund të shpallësh akoma më shumë. Unë do i shkoj një ditë Xhenit, do i them, "Shiko se unë të dua dhe ajo do surprizohet." Ajo di valla. Nuk është nevoja të surprizohet, më pak thjesht për të surprizuar më thjesht për të shënjuar që okay, tani po. Për çfarë të ke thonë? Ose çfarë të shih? Jepin çik. Mr. X fol. Për çfarë e thash? Mr. X pusho. Natali ti ke gjë për të thënë? Nuk na duhet mendimi asnjërit. Tani kam një pyetje kështu për deri se erdhi deri të fundit ky podcast. A është Nilsa dashuruar? A është Nilsa dashuruar? A ka Nilsa dikën në jetën e saj? Kush është ky fatumi? Ka fol. Kush është ky plera? Unë jam e dashuruar, e fejuar, e propozuar. Si e fejuar? Bravo. Kush është ky shedan? Ishte propozimi? Shumë intim. Bravo, më lejtare, valla. Bravo. O mordial. E pas ka bërë dëmin. Goca më të mira morë. Do fitosh një shpinë politik. Ja, atë e kam morë. Do të thënë gënjeve. Po si ndihesh në flatat e dashurisë, domethënë si tani ne kemi aq shumë kohë bashkë që s'kam në flatra. Mos u bën ato tash ne kemi. Tash ne kemi ata kalamajt ti çojmë ata në shkollë. Shikoj se pra nuk shkonin toalet dhe e lini derën hapur besoj. Jo, po jeni këta çiftet. Mbyllën. Vjesi në plaka. Liter box. Ja bën kështu. E mbulove ti. Okej, se e ulën fare. Ja, se e ulën. Nuk ka mundësi vëlla jeni kaq njerëz jo romantik vëlla. Ka më romantike se kaq. Sa vite ke i lidhur? Disa. Sa? 4, sa kemi? 3. Ja, kjo shpjegon. 4. 3 dhe sa keni ju Nilsa? Ne për pak bëjmë 10. Sa re? Shumë vite. Që kanë hitur që kushin 12 vite. Po ju që dhe me Kifi jeni lidhur. Ne jemi lidhur komunitet. Vlla plot twist. Nilsa çika me Turgut Ozali. Çika me misteri. Dale, showbiz shqiptar. Dhe se precipitoi situata. Mbyllë sa jemi në kohë. Do mbyllim vërtet, ora vajtëm tro. E mbyllim. Vajtëm apo? Jo, nuk ka shku shumë. S'ka shku shumë? Vazhdo dhe pak. E po vazhdon. Jepi. Nuk ku do shkojmë më. Shiko, këtë podcast nuk e mbyllun, se s'më takon ta mbyllun, unë e Çela. O Nilsa, ishte kënaqësi që të kishim në këtë do vish prap. Po, sigurisht. Për të au kënaqë. Hajde Gjeni. Mishe mi, kjo ishte eja, mbylle, ndiqeni Nilsën në rrjetet sociale miq, po pasi të ndiqni Nilsën, ndiqni dhe na çoni lek në njëherë, pastaj çoni lek në. Mund të çoni dhe Nilsës, Gjeni vjen për ta përmbyllur të podcast dhe unë po vazhdoj po të riqem që të shijoj të gotën e verës në qetësi. Përshëndetje miq, përshëndetje Nilsa. Po çe kemi dy orë që bëjmë. Faleminderit që na ndoqët, mos harroni lutem të na bëni subscribe në YouTube, na bëni shumë komente siç keni filluar këtë kohë të fundit, nuk mbaheni më. Na bëni share. Na bëni donacione dhe pse ndija në fillim tha mos na bëni, nuk e di pse e the këtë. Fare më mos e bëni, si dua fare ato lek. Teknologji anasjert. No, ne i duam ato donacione, se paguajmë Nean për informacionet që na jep. Edhe na ndiqni në Instagram, share, komente. Kaq, mendoj se jemi okay. Një like, një $1. Ulla doja dorën e Nilsës më. Morfe, jo dorën tënde. Nisë mi, lam të mirë. Lam të mirë.